Mirëmbrëma të gjithëve, që prej datës 28 dhjetor, pra pothuajse prej 2 javësh, në Iran, në Teheran, kryeqytetin e Iranit, po edhe në qendrat e tjera të provincave të kësaj republike teokratike, është duke u zhvilluar një ploj, një masakër pothuajse larg vëmendjes së opinionit publik ndërkombëtar, sepse regjimi i ajatollahëve, regjimi teokratik, ka ndërprer çdo komunikim interneti, çdo komunikim digital me pjesën tjetër të botës. Por përmes satelitëve Starlink të Elon Muskut, bota ka arritur të fotografoj pjesë të protestave, të revoltave të përgjakshme, ku shumë prej fotografive vinë nga morgu i Teheranit dhe qyteteve të tjera të Iranit. Sipas disa organizatave të pavarura, me qendër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në vende të tjera evropiane, perëndimore, numri të vdekurve numri të vrarëve e ka kaluar numrin 500. A është kjo përgjakja e fundit që ndodh në Iran, apo këtë herë regjimi teokratik dorëzohet? Dhe çfarë impakti kanë këto ngjarje në arenën globale? Kjo është tema e emisionit të sotëm, për cilin kam një panel me 4 të ftuar. Kam kënaqësinë e veçantë kem për herë të parë te 5 pyetjet ambasador Roland Bimon. Ambasador, kënaqësi që jeni, mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën, kënaqësi dhe ime. Është sërish tek 5 pyetjet generali Det Prenga. General, mirëmbrëma, kënaqësi që jeni te 5 pyetjet. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Si dhe 2 politologët, Ilir Alia dhe Gentian Gaba. Zotërinj, mirëmbrëma. Ilir, cilat janë lajmet më të fundit? Sipas agjensive zyrtare dhe deklaratave të regjimit, situata është vënë në kontroll. Duhet bëj thjesht një korrigjim të vogël. Lajmi i fundit është që janë mbi 700 të vdekur, të vrarë, pra, jo të vdekur, po të vrarë, dhe flitet diku me mirat arrestuar, këtu nuk ka ndonjë, por kjo 700 të vrarë është vjen nga burime të qendrës iraniane në Londër, kanë një zyrë në Londër, por të njëjtën ka qenë, sepse duhet për telespektatorët atje është në qoftë ne kemi të shtunën dielën pushim, ato kanë të premten është pushim, kështu që të njëjtën ka filluar, po them, weekendi, dhe të njëjtën ka qenë kulmi i protestave. Duhet të sqarojmë që me sa duket sot kemi një rikthim total të situatës nën kontrollin e qeverisë Teheranit, dhe ka pas një manifestim sot në shesh, kishte shumë një lloj antimitingu. Një lloj antimitingu, ku presidenti Peskashjan ishte i pranishëm në këtë antimiting që mund ta quajmë. Personalisht që kur ka filluar, unë nuk kam pas në një ide që mund të jetë funi i regjimit, edhe pse ka pas komentator, analistë të ndryshëm që mendonin që kjo është hera fundit, por nuk e kam besuar, dhe unë them që kjo është diçka që mund të ndodhi një moment tjetër, por që duhen pjekur disa kushte tjera. Okej. Ambasador, kjo është protesta e radhës, sepse që nga viti 1979 që erdhën pushtet ky regjim teokratik, ka pasur protesta. Ka pasur protestat pafundme dhe të përgjakshme. Kjo është protesta e radhës, apo është arritur masa kritike dhe regjimi po kalon momentet e tij të fundit? Dhe ku dallon kjo protestë nga protestat e mëparshme? Nga ajo për shembull e 2 viteve më parë që liri, grua, dashuri. E para nuk mund ta fillosh analizën dhe arsyetimin pa dënuar një herë në mënyrën më të ashpër dhe me të themi termat më serioze krimet kundër njerëzimit që po kryen në sheshet e qyteteve në Iran kundër protestuesve paqësor. Pra të gjithëve na bëjmë përshtypje të jashtëzakonshme dhe do donim që këto të mos kishin ndodhur, apo në një moment caktuar
përgjegjësit për këto vrasje dhe për këto krime të dalin përpara drejtësisë. Për të bërë një analizë se çfarë ndodh në Iran, kam përshtypjen që do duhet ngjitur 3, 4, 5 apo edhe më shumë shkallë për të parë çfarë ndodh në shkallë globale që për të kuptuar. Sepse nuk janë gjëra të shkëputura vetëm një popull i cili është shtypur prej 5 dekadash dhe tash po kërkon liri dhe demokraci. Është shumë më komplekse se sa kaq. Domethënë me apo pa të drejtë ka një shprehje që përmbledh shumë gjëra. I atribuohet Donald Rumsfeldit, po me sa kam hulumtuar me shumë ngulm, më del që nuk është e vërtet, por ka ngjitur, citohet këtë Cila thënë, që nuk është pa e jonë që Zoti e ka çuar naftën tonë poshtë tokave të tjerëve, domethënë. Dhe kjo në fakt i bën një hon pak disa thënieve edhe që janë përmendur tash në rastin e Venezuelës nga disa në Shtetet Bashkuara të Amerikës që nafta atje është e jona se ne kemi bërë investimet. Një gjë që kanë thënë dhe britanikët kur u përzun nga Irani në kohën e revolucionit që nafta në Iran është e jona se ne kemi bërë kërkimet dhe ne kemi zbuluar. Kështu që nafta është goxha në prapaskenjë të gjithë kësaj çfarë po ndodh, kush kontrollon naftën dhe jo më tepër kush kontrollon naftën si sasi, por më tepër në këto që po ndodhen. Vetëm naftën, po dhe gazin, sepse është vendi i dytë në botë me rezervat e gazit. Le të themi naftën, gazin, mineralet dhe pasuritë e tjera të Iranit. Problemi më themelor është kush kontrollon në çfarë kuotohet nafta. Domethënë problemi më i madh për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për gjithë botën që po kalon në këto kriza është kalimi nga petrodollarët tek shitja e naftës edhe në monedha të tjera. Ky është një moment që godet jashtëzakonisht shumë ekonominë amerikane dhe destabilizon të gjithë ekonominë botërore. Përveç kësaj ka ngjarje politike që janë vërtet që të rreqin mendjen. Përpara se të vinja këtu dëgjova që presidenti Trump ka hedhur në gjyq drejtorin e Federal Reserve-it dhe është një sherr i madh që kur ka ardhur zoti Trump në pushtet, është një shenjë nga njëra anë pushteti politik. Për çfarë e akuzon që e ka hedhur në gjyq, se është ky lajmi i orës fundit? Ai akuzon për keq menaxhim fondesh në rindërtimin apo modernizimin e godinës së Federal Reserve. Nuk ka të bëjë fare me atë për të cilën është sherri. Sherri është pse ai nuk ulte normat e interesit dhe momenti është jashtëzakonisht delikat, sepse nëse politika do arrijë ti mbi vendoset ekonomisë, aq më tepër Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shenjat ishin edhe në Bashkimin Evropian kur u diskutua për përvetësimin apo përdorimin e parave ruse në bankat evropiane. Pra, kemi të bëjmë me një moment ku po militarizohet, të themi, gjithë sistemi financiar dhe i drejtësisë i perëndimit, i cili ka qenë baza e zhvillimit të gjithë shoqërisë njerëzore deri më sot. Dhe ajo që është interesante në rastin e Federal Reserve-it është koincidon edhe me tendencën apo tashmë me disa burime të sigurta, siç ishte një ish këshilltar e presidentit George W. Bush, e cila tha se Trump po përgatitet të hedhë në gjyq edhe drejtuesit e mëparshëm të CIA-t, po ka mundësi edhe presidenti i Bashkuara të Amerikës, dhe është fjala për Barack Obamën, të cilin do ta akuzojmë sa duket për bashkëpunim me globalistët evropian që kanë përgatitur atë dosjen e tash quajtur Russian Gate në 2016. Para disa ditësh, zoti Trump bëri një mbledhje me republikanët dhe i thanë nëse nuk fitojmë zgjedhjet në nëntor, nëse i humbim zgjedhjet në nëntor, çka ka shumë të ngjarë, siç janë shanset sot, atëherë unë jam i pari që do bëhem impeach. Kështu që situata politike brenda Amerikës është jashtëzakonisht e tensionuar dhe në MAGA apo MIGA, domethënë ta bëjmë Amerikën të madhe apo ta bëjmë Izraelin të madh, kontradikta është jashtëzakonisht esenciale. Dhe në rastin e MAGA-MIGA, po them Izraeli apo Amerika e para, Make Israel Great Again apo Make America Great Again, Irani futet jashtëzakonisht shumë në këtë kuadrat, sepse në fund të fundit politikat amerikane ndaj Iranit diktohen shumë nga lobi izraelit në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga çfarë do Izraeli, sikurse edhe aleatët e tjerë. Natyrisht dhe vullneti i amerikanëve për të ndryshuar atë regjim që natyrisht është në mos përputhje me vlerat demokratike dhe të lirisë që mishërojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Domethënë, si hyrje desha të them që e gjithë situata është jashtëzakonisht e komplikuar nga ana politike si në rangun ndërkombëtar, ashtu dhe brenda Shtetet Bashkuara të Amerikës janë aktori kryesor, sepse në fund fundit çfarë po ndodh në Iran do të përcaktohet shumë nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do vendosin të ndërhyjnë apo jo. Duke hapur akoma çik më shumë kuadrin e analizës, Irani është, të themi, dominoja apo i guri më i rëndësishëm i gjithë BRICS-it, që është shqetësimi kryesor për Shtetet Bashkuara të Amerikës kur vjen puna për çështjet e monedhës dhe për çështjet financiare, sepse BRICS
është duke kaluar në një monedhë tjetër që mund të rrezikojë shumë dollarin si monedha e rezervës valutore dhe duke nëse në një moment caktuar Irani del nga kjo skenë e BRICS-it, është një fitore shumë e madhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të parandalojë se çfarë ndodhi më tutje në anën financiare. Okej. General, cili është raporti i forcave aty në terren, ose më saktë, cila është fuqia ushtarake e këtij regjimi? Nga sa forca përbëhet dhe a mundet dojnë që t'i rezistoj protestave, apo se për shembull ushtrit ka pasur edhe Saddami, ka pasur edhe Gaddafi, por krejt papritur dojnë janë shëmbur si kështjellë letre. Cila është fuqia e Iranit? Situata në Dhe raport... nëse është besnike apo jo ndaj regjimit? Situata në raport me informacionet që tek ne vinë, që janë gjithmonë me pikatore dhe të reduktuara për arsye të ndërprerjes së lidhjes së Iranit me botën e Dhe jashtë. kushte vështirë të dallosh propagandën nga informacioni. Dhe ajo është një ranë. Por sido që informacionet na vinë me rezerva dhe shumë të kursyer për arsye, si mu themi, të trusnisë që ushtron regjimi i ajetullahëve në Iran, përsëri ja kanë dalë mban që protestat tashmë të nisura që prej 15 ditësh të kulmojnë siç u përmend në ditën e 8 dhe të premten dhe të përhapen po të thushse në të gjithë Iranin. Në 192 qytete, për të thënë 195 qytete, ku të vrarët janë dhe parashikohet mbi bazë informacioneve të marrë nga rezistenta e iraniane që jeton në Paris, në Londër edhe në Tiranë, nga spitalet, nga morgut dhe nga informacionet të tjera të atyre që kanë patur njerëzit e vrarë të afërt dhe dashurit e tyre, parashikohet që të jenë mbi 3000. Zyrtarisht në ato çfarë thuhet, kanë kapur shifrin 648, por parashikohet sipas tyre informacione që jenë mbi 3000. Dhe kjo jam i bindur që protestën dhe frymën e saj, pavarësisht kompleksitetit të madh dhe trysnisë të madhe të policisë, të gardës revolucionare, dhe ka arrit deri aty sa policia t'u çojë familjeve mesazhe që mos i lini rinin, fëmijët tuaj të dalin në protestë, pasi do keni këto sanksione. Pra po përdor Ajatullah dhe qeverisja atyre po përdor çdo lloj forme metode për ta mbajtur nën kontroll protestat dhe për të mbajtur regjimin e tyre. Por përhapjen e gjithë këto qytete dhe ndikimi i jashtëm për arsye të shumta që lidhen me ekonominë, siç edhe ambasadori e theksoi, dhe interesat tashmë jo vetëm të Iranit, por interesat edhe vetë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mendoj se ndërhyrja me trupa e drejt për drejt nuk ka gjasa të duket të paktën për momentin. Dhe do duhet edhe sikur të merresh Do flasim më pas për të, donë që do ketë apo jo ndërhyrje. Kurse për momentin them që situata është shumë komplekse. Po këtë situatë si e përcaktoni ju? Është revolt, është prag lufte civile, a çfarë është? Nga pikpamja ushtarake, nga pikpamja e dy palëve që përplasen. Unë mendoj që masivizimi i protestave, vrasjet dhe arrestime që kalojnë me mbi 10 mijëra, jam i bindur që do të arrisin protestën, përfshirjen e qytetarëve në këto protesta, dhe është e pamundur, pavarësisht sa i ka strukturat policore, ushtarake, gardës revolucionare që mund të bëj, por nuk mund kurrë që të vrasë një popull të tërë. Dhe kjo jam i bindur dhe kjo e tregon edhe pak zbutja e qëndrimeve që kanë kërkuar të ulen në një tavolinë apo të organizojnë bisedime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo është një shenjë e dobësimit ose më saktë e pamundësisë për të vepruar kundra gjithë këtyre protestuesve, sepse nuk mund të shkojë. Cila është forca më e rëndësishme ushtarake e këtij regjimi? Forca më e rëndësishme është garda revolucionare, sepse tek ajo është mbështetur për çdo lloj aksioni dhe tek ata mbështeten. Ai ka mgrumbulluar dhe këta janë, si më themi, simpatizantët dhe njerëzit më të besuar. Janë fanatik.
fanatikët e tij dhe me këta ka bërë çfarë ai ka realizuar deri tani dhe do t'i përdor përsëri për të mund të realizuar se në qoftë se flasim për forcën pjesën tjetër të forcës armatose që ka, jam i bindur që do të ketë jo rezistencë të hapur, por do ketë rrjedhje informacioni edhe, si mund themi, largime nga forcat dhe mungesë iniciative dhe nuk janë të motivuar për të vepruar ndaj qytetarëve. Pra, mendon janë tërësisht fanatik dhe nuk është sipas parimit që kemi parë në rrëzimet e regjimeve të mëparshme që janë paguar prurësit më të parë. Tek pjesa e gardës revolucionare nuk mund ta themi këtë. Kurse pjesa tjetër e mercenarëve që mund të ketë rreth rrotull apo të strukturës tjetër, edhe të policisë dhe të forcat armatose, aty jam i bindur që ata do të ndryshojnë orientim dhe nuk besoj se do të jetë pjesa. Çfarë masa ka kjo garda revolucionare? Tani për sa kohë ajo trajtohet nga qeveria dhe është mbështetëse, edhe është besnike e saj, nuk mundet edhe ajo në një moment të caktuar, nëse protestat do të vazhdojnë që ndrojnë në këtë numër e përfshirje të zotë. Mund ta mbajë vetëm ajo në kontroll? Nuk mund ta mbaj. Nuk mund ta mbaj, po për momentin vrasjet tregojnë që janë mbi 3.000, edhe 11.000 të arrestuar, do të thotë që nëse arrin në këtë moment që kjo frym proteste të filloj të shuhet, do të shohim zhvillimet në vazhdim, sepse organizimi i një proteste qeveritare, pro-qeverisë tash, sot, që u organizu sot, dhe dolën me mira dhe mbajtën fjalim presidenti një tjetër, kjo do të thotë. Mbajtëm dhe ne në 2 korrik u mbush gjithë sheshi Skënderbej. Do ta shohim në ditët në vazhdim. Është tepër e vështirë dhe situata është e komplikuar, është tepër e vështirë për të përcaktuar se çfarë do të ndodhë qoftë edhe në një kohë shumë të afërt, duke filluar nga dita e nesërme. Njëri faktor, kurse pjesa tjetër është mungesa e informacionit që tek ne vjen me jashtë. Janë të besueshme lajme donjë që ka infiltrime nga shërbimet pretendimet e agjensive zyrtare iraniane, që ka infiltrime, që ka njerëz të armatosur, që ka dhe të vrarë nga forcat e sigurisë. Llogaritet në 40 veta llogaritet edhe pjesa e forcave të sigurisë. Mbi ishte doli sot. Tani mbi 100. Pak nga informacionet. Pra doon është një prag lufte, nuk është doon një njerëz që protestojnë në rrugë, por dhe kemi një regjim. Në këtë rast kemi. Besoj që kjo është dhe arsyeja e ajetullave dhe e qeverisë në pushtet që ka kërkuar të mund të sigurojë një takim dhe një ulje në tavolinë. Dhe kjo do të jetë arsye që të mos shkojë në këtë pjesën e luftës civile, pasi ka dhe zëra që janë parë, janë filmuar duke shpërndarë armë tek protestuesit dhe detyrimisht që kjo do të sjellë pastaj një përplasje që askush nuk do ta donte. Jam i bindur që edhe vetë ata që janë në qeverisje është më normale që të japish dorëheqjen apo ta lësh në formë të butë, sepse kështu të vrasësh popullin, të fusish popullin në vllavrasje. Do t'i gaba. Nga çka informacione ke deri tani, çfarë prognoze ke doon? Është protesta e radhës, është revolta e radhës apo regjimi doon është duke pritur në një zgjidhje politike për të mbijetuar? Situata ndërkombëtare është shumë ndryshe nga ajo që ishte në 2022 apo në protestat e mëparshme, sidomos ajo revolucioni i Shqilit 2009 pas zgjedhjeve të vjedhura. Kriza në thelb filloi në mënyrë shumë të thjeshtë që prek xhepin e çdo iraniani. Zhvlerësimi i monedës është katastrofik, një rial vlen sa $1.000. Riali është monedha zyrtare e Iranit. Do me thënë një zhvlerësim i tmerrshëm i monedës, një rokopuj ekonomike. Ata që i kishin qenë ashtë i revolucionit të 79-ës, pra ajo shoqëri e klase mesme, bazarit e tregtarëve të vegjël, por shoqëria mirëgjër ishte ajo që reagoi e para për sa i përket protestës, e cila u thirr për arsye ekonomike. Dhe këto arsye ekonomike kanë ardhur për shkak një nga sanksionet që janë të tmerrshme, që kanë mbytur ekonominë iraniane, dhe dy nga humbjet që ka shkaktuar lufta e vazhdueshme që Irani ka promovuar ndër vite në rajon, nëse kemi parasysh burimet që burimet që mund të ishin investuar në ekonomi, në infrastrukturë, në mirëqenien e iranianëve, kanë shkuar për këto luftra që kanë rezultuar të humbura, brishtësia e regjimit që tregoi lufta e 12 ditore e qershorit. Kjo provokoi një mosbesim, se duhet kujtuar që Irani është një
qytetërim i vazhdueshëm me një krenari të madhe dhe ato lloj Civilizime. civilizime Kirit dhe Darit. Nuk janë ndryshe nga, po. janë krejt tjetër nga Arabët. Nuk janë Arabë. Po. Ato lloj civilizimesh nuk e largon një qeveri vetëm se ke qeveris, aty nuk flitet për mirë qeveri. Edhe kur humbasin lavdin, ose tregojnë të paaft për të mbrojtur sovranitetin, të paaft për të çuar përpara interesin kombëtar, sepse aty kanë një krenari kombëtare, shumë të theksuar. Dhe brishtësia e regjimit, lidhur pastaj me thirrjet që erdhën dhe nga zoti Trump, i cili inkurajoi protestat, nga mbështetja që me sa duket është rikthyer në një farë mënyre e nostalgjikëve të shahut, sepse një nga protestat u thirr posaçërisht nga Reza Pavli, i cili kërkoi që të dilnin në orën 8 të ditës së shtunë, nëse nuk gaboj, dhe ata u përgjigjen në mënyrë të koordinuar kësaj proteste. Do me thënë, ka një reagim shumë të ndërlikuar, por thelbi është ekonomik së pari, dhe këto arsye që e kanë çuar në protestë Iranin në këtë moment, nuk do të ndryshojnë së afërmi, sepse për shkak të plojës që po ndodh, sanksionet do të shtrëngojnë edhe më shumë nga BE-ja, e cila ka bërë thirrje vetë për mbajtje ato klasike. Po, shefja diplomacisë do të paralajmëroj për shtrëngime të tjera. Pra do të thotë që ekonomia nuk do të përmirësohet, dhe nëse ekonomia nuk përmirësohet, revolta sociale mbytet me armë në një moment, por nuk asfiksohet në mënyrë totale, do të thotë që është një krizë që është tu për të ndëjtur, dhe derisa të marrë një zgjidhje, nuk ka për të patur fjalën fund. Nga ana tjetër, inkurajimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit vjen si pasojë një vizioni shumë më të gjerë të lindjes mesme. Do me thënë, një rishtikim komplet. Do flasim për ato, don çfarë efekte ka. Por për të kuptuar se çfarë është ky regjim dhe si erdhi në pushtet, lërgjia ju lutem tabelën. Nuk e di, e kemi apo jo? Po. Nga vitin 1941 deri në vitin 1951, Irani është pushtuar nga trupat britanike dhe sovjetike, për shkak se Reza Shah, pra që ishte sovrani absolut i atëhershëm, konsideroi i afërt me regjimin nazist. U zëvendësua nga i biri Mohamed Reza Pahlavi. Ushtria e kuqet rritet në vitin 1946. Vitin 1951, 1952, kemi një burim tensioneve politike, bëhet kompania Anglo-Iranian Oil Company. Kryeministri Mazadek, i atëhershëm, shtetëzon gjithë fushat e naftës, duke dëbuar nga tregu i hidrokarbureve të Iranit britanikët. Në vitin 1953, me ndihmën e klerit, SBA-s dhe Britania e Madhe organizojnë ngru shteti. Mozadek arrestohet dhe Shah, që vitin e fundit ishte një kukull, merr pushtet absolut. Në vitin 1963-79, Shahu ndërmerr një seri reformash që u quajtën revolucioni i bardhë. Thelbi i tyre ishte modernizimi i shoqërisë dhe përshtatja me botën perëndimore. Kjo krijoi tensione sociale dhe për shkak të korrupsionit të lartë. Në vitin 1971, bota u çudit nga mënyra se si regjimi festoi në Persepolis, në kryeqytetin e dikurshëm të perandorisë perse, 2500 vjetorin e perandorisë, me shpenzime që u konsideruan si faraonike nga e gjithë bota. Në 1978, në Iran shpërthejnë protestat, të cilat mbajnë të paralizuar vendin. Rrymat e shumta kundër regjimit drejtoheshin nga rrethinat e Parisit, kur një klerik fanatik i bërë sfundi shumë popullor kishte selin e tij. Pra ai ishte Ayatollah Khomeini. Në 1979, me pas luftimeve të përgjakshme, Khomeini kthehet në Teheran nga Parisi me një avion të vënë në dispozicion nga presidenti atëhershëm i francez Giscard d'Estaing i lirë. Tani, si ka arritur të mbijetoj ky regjim? Duke qenë gjithnjë nga 79 në kundërshtim me gjithë perëndimin. E para duhet shikojmë që deri në vitin 89 bota ka qenë ndarë në dy pjesë. Ka qenë lufta e ftoftë dhe kjo Irani i Ajatollahve ka qenë më afër, kuptohet, Bashkimit Sovjetik
pra mës 79-ës. Duhet të theksojmë edhe një fakt tjetër. Amerikanët kanë provuar në fakt një herë që të hynë në Iran, por ka dështuar grushti i shtetit në 84-ën. Pra, është ajo që u tha më përpara që në momentet e para, regjimi ishte shumë i konsoliduar nga brenda, sepse Muhamet Reza Pahlevi, pra Shahu, E kështë e bërbalt. e kishte korrupsion masiv, çështja e dinjitetit dhe e nacionalizmit të iranianëve, duhen theksuar këto sepse janë element shumë të rëndësishëm për Iranin dhe iranianët. Pra nuk ka arritur. Mas viteve 90, filloi ajo era e re e globalizmit, duhet thënë, dhe për perëndimin nuk kishte më, për Shtetet e Bashkuara nuk kishte më opsioni primar ndryshimi i sistemit, pra i ajatollahëve, por futja në lojen globale, pra në atë që njihet ndryshe globalizëm. Humbjet që pati në qershorin e 2025-ës, se po kaloi nga ajo periudhë, po kaloi tashmë në këtë. Po, do t'i prekim gjitha. Po, në muajt që kanë 6-7 muaj që ka ndodhur ngjarja, regjimi i ajatollahëve e kompensoi shumë shpejt. Në gusht, ato blen nga Kina avionët J-20, që janë konkurrent të F-35-s së sotme amerikane. Pse ndolli kjo? Kjo ndolli sepse ato kishin një vit e sa që kishin bërë parapagesë për të marrë Su-57-at nga Rusia, por asnjëherë nuk erdhi dërgesa që kishin bërë blerjen, parapagesën për blerjen e Su-57 janë avionet më modern që kanë rusët, pavarësisht se e kanë treguar në fush betejë që janë avion shumë të nivelit shumë të dobët. Generali mund na shpjegoj më shumë në këtë aspekt, po simas gjitha dhënave që vinë nga fusha e ushtrisë janë shumë të dobët në fush betejë. Venezuela Venezuela i tregoi brishtësinë e teknologjisë ruse dhe kineze. Patjetër, J-20-at pra janë J-20 2 abiles. Po të kthehemi tek shoqëria. Si shpjegohet me pamjet që shikojmë të asaj periudhe, jo vetëm në Iran, po edhe në Afganistan, një shoqëri tërësisht perëndimore, me elitat mendje hapur, me njerëz që shkonin në kafe, që ndërsi u shpjegua që u bë një reakcion pikërisht ndaj asaj. Një kombi të mafiu vendos një perçe e zezë për kaq vjet. Duhet të jemi shumë kujdesshëm. Sepse në kohën kur qeveriste Iranin Muhamet Reza Pahlevi, Shahu, vetëm 13.8% e popullsisë jetonin në qytet, ose në qytetet e mëdha, po them. Çka do të thotë kjo? Ne i shohim ato fotografitë ose ato videot, siç edhe ju e thatë më përpara, në Kabul, në Teheran, apo në qytetet tjera të Iranit, por kjo është pjesa më e vogël e popullsisë. Pjesa tjetër e popullsisë është e zhytur në ignorancë totale dhe është shumë lehtë të manipulosh. Dhe me këtë kanë luajtur që në revolucionin islamik të 78-ës, pavarësisht që këtu ka ndihmuar shumë edhe korrupsioni masiv që kishte regjimi i Shahut. Pra janë këto gjëra që duhet i shohim pak, sepse është një përbërje kryesisht fshatarësi e thellë, pra fshatarësi e thellë e pa zhvilluar totalisht, ku s'kishte as rrugë, as shkolla, as shërbim shëndetësor, as një gjë, pra po flas për 78-79, dhe ku ka zënë vend shumë mirë ajo propaganda e klerikëve të ajatollahëve. Duhet të theksojmë edhe një fakt tjetër që është shumë e rëndësishëm për sot. Pse qëndron regjimi sot dhe pse është i ndryshëm me ato që ju përmendet, me Gaddafin apo me Saddamin. 80% e ekonomisë së Iranit kontrollohet nga ajo që njihet që e sqaroi edhe generali, rojet revolucionare, ose të njohura ndryshe Quds.
Pra 80%, pra vetëm 20% është jashtë kontrollit të këtyre dhe janë kryesisht biznese të vogla. Kuc që vjen nga emri Xhamis Al-Aqsa, mos gabojmë apo jo? Po. Vinë pra nga këto bizneset e vogla, ato tregtarët e vegjël që shesin në rrugë, domethënë, pra vetëm këto janë ato çfarë janë jashtë kontrollit dhe këto kuds, pra rojet revolucionare, janë në disa shtresa të ndërtuara që kontrollojnë çdo element të shoqërisë iraniane. Duke filluar nga policia e vogël, pra policia e një rajoni shumë të vogël në një zonë të humbur atje, deri tek maja e ushtrisë. Pra mos t'i harrojmë këto, sepse është krejtësisht një sistem i ndryshëm nga ato që ju përmendet. Dhe kjo është arsyeja sepse ato arrin me mund t'jenë 10 protesta të mëdha, por arrin t'i thyen sepse është ky sistemi pra i ndërturur. Ambasador, pas 79-ës, një nga vendet më kyçe në lindjen e mesme ishte ky regjim teokratik. Çfarë ndikuan këta, si ndikuan dhe çfarë sollën në boshtin e botës që mund ta quajmë lindjen e mesme. Madje do në arritën deri aty sa të bëheshin më arab se sa më palestinez se sa vendet e tjera arabe. Janë ata që e mbajnë më shumë flamurin e çështjes Palestinës tani, ndërkohë vendet e tjera të gjirit kanë nënshkruar marrëveshjet e Abrahamit. Janë duke bërë, shumica e tyre janë duke bërë paqe me Izraelin. Si kanë ndikuar? Ajo që të dojon të veçoja është që në shumicën e rasteve në arsyetim luan një rol të jashtëzakonshëm informacioni që ne përtypim, absorbojmë dhe burimet nga vjen ky informacion. Kjo vlen si për neve në Shqipëri, ashtu dhe në Perëndim, po vlen dhe për iranianët. Në Iran, nëse nuk e di se sa të vërteta janë, por nëse iranianët sot besojnë që policia e shahut ishte deri në 73-79, sidomos ishte aq brutale sa nuk ka asnjëri në Iran që mos ketë, asnjë familje në Iran që mos ketë cënuar nga brutaliteti i policisë së shahut dhe për atë fajsojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë nuk e di nëse është e vërtet që ka ndodhur kështu dhe nuk e di nëse është vërtet që është kështu. Po bazuar në disa burime thonë që një nga shkaqet pse iranianët janë kaq të armiqësor me amerikanët është pikërisht mbështetja që amerikanët i kanë dhënë policisë së shahut. Dhe Mossadi i Izraelit gjithashtu. Dhe Mossadi patjetër, dhe me që ra fjala për Mossadin edhe demonstratat e këtyre 2 javëve. Mossadi vetë në Twitter mburret dhe thotë që jemi ne që i kemi bërë, domethënë, që kemi organizuar. Dhe Mike Pompeo, ish drejtori i CIA-s, thotë që uron për vitin e ri protestuesit, për vitin e ri iranian apo për një festë që kishin, dhe ndërto uron edhe Mossadin për sukseset që po arrin. Domethënë, to janë veprime që unë nuk e di se sa i shërbejnë çështjes, nëse është vërtet kështu, sepse ajo që i ka bërë iranianët bashk, në shumicën e rasteve, edhe kur kanë pas probleme të jashtëzakonshme me qeverinë e tyre aktuale, domethënë me regjimin autokratik të mollave, në momentin që janë kërcënuar apo prekur nga jashtë, gjithmonë kanë shfaqur atë ashtu quajtur imunitet rreth flamurit edhe më shumë kanë toleruar shtypjen që ju vjen nga njerëzit e tyre sesa të bëhen shërbëtorë në thonjza të siç e mendojnë ata. Pjesë tjetër e një mosbesimi që besoj unë ekziston në masë në Iran është të gjitha gabimet me radhë që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gabimet, çfarë ka ndodhur le të themi, mëse jo gabime në linjë. Jo realizime, dështime. Afganistan, Irak, Libi me radhë, aq më tepër në Irak, kur e kanë parë edhe nga afër se çfarë ka ndodhur me Irakun gjatë kohës që ishin trupat amerikane atje. Dhe të gjitha këto tentativat për ndryshim regjimi me dhunë në linjën e mesme nuk se kanë prodhuar në një rezultat që popujt të tjerë mund të emulonin edhe të thoshin që sa me sukses. Mund të thuhet jashtë kontekstit i çik, për i vetmi rast i suksesit është Kosova, domethënë nga këto ndryrje. Nuk kemi të bëjmë me ndryshim regjimi, është histori krejt tjetër, por po ta shikojmë si shtet ndërtim me ndihmën e Perëndimit, i vetmi rast suksesi Kosova, gjithë është rasti që i vetmi nga këto vende ku ndërhyj është në Evropë Kosova? Ndoshta. Faktor tjetër, pra, tham, është të themi
çfarë ka ndodhur e propaganduar ashtu si ka ndodhur, mbase nuk ka ndodhur që të jetë vërtet ajo që amerikanët kanë ndihmuar policinë e shahut, po të paktën çfarë besohet gjithësisht në Iran. Tjetra është çfarë ndodhi në Irak dhe edo pasojat e të ashtuquetura politika të ndryshimit të regjimeve. Padyshim që është një lloj civilizimi goxha i lashtë dhe krenar për çfarë kanë arritur si komb persian. Mos harrojmë pastaj kjo e fundit që përmendët që ka lidhje edhe me Palestinën apo nuk e di si ta quash Palestinën apo me çështjen palestineze më mirë, që është besimi fetar. Që natyrisht për ideologjinë e tyre Amerika është satani i madh që duhet luftuar me çdo mënyrë, domethënë me atë sikurse ka diçka, më fal të ndërpres, pavarësisht se janë të dy të dyja raportet dhe arabët dhe persët janë mysliman, pavarësisht ka një ndarje, për të mos thënë një luftë civile që nis që lufta e Kerbelaz, ku kushdo ishte trashëgimtari i profetit dhe ka pasur luftra vllavrasje dhe që ka ndarë simetrik dy botët, atë perse që është kryesisht shiite dhe atë arabe që janë këto vendet Egjipti, Arabia Saudite, Iraku. Nuk bëj dot eksperti, më kam përshtypjen që në rastin e luftrave fetare nuk hyn në etnia, domethënë nëse ata kanë luftuar si Shia dhe Suni, pak ka të bëjë nëse kanë qenë pers apo arab, domethënë kryesisht ka qenë luftë fetare, siç ka qenë arab Shia, kanë qenë edhe domethënë këta persianët Shia, po kam përshtypjen që tu qëndron konflikti fetar midis dy sekteve brenda, natyrisht ka dhe sekte të tjera plot brenda fesë islame, po brenda këtyre dy kryesore qëndron. Ajo që ndërhyn goxha në këtë konjunkturë që ndodhemi sot është kam përshtypjen kalimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës ose tentativa që mendoj unë, besoj unë që bën zoti Trump për ta transformuar Shtetet Bashkuara të Amerikës nga një fuqi imperialiste në një fuqi normale si gjithë fuqitë e tjera në botë. Deri tani imperium është ajo që të bën addicted, të bën të varur nga paratë e lehta dhe po të shikosh është imperializmi apo globalizmi ai që ka bërë Amerikën që pothuajse i ka zhdukur bazën industriale të Shtetit Bashkuar të Amerikës, nëse deri para 30 vjetësh ishin nga vendet më të industrializuara të botës, sot baza industriale është transferuar gjithë në Kinë dhe amerikanët janë kthyer në njerëz që luajnë bursë shumicën e kohës. Pra, ai do përpiqet që ta heqë këtë element dhe ky elementi i imperializmit është që të bën të varur nga paratë e lehta një dhe mbi të gjitha të bën shumë arrogant në atë që është hubri. Domethënë, amerikanët sot, sidomos po shikojmë atë që ndodhi në Venezuelë, e shikojnë luftën sigurisht një videolojë, domethënë, një gjë që me një teknologji super jashtëzakonshme dhe ata janë zoti që mund të bëjnë çdo gjë në botë dhe në momentin që mendojnë që je zoti, je i humbur, sepse nuk je zoti praktikisht. E qartë, po të kthejmë dua të këmbgul te kjo pyetje. Si shpjegohet që mos është vazhdimi i luftës së ftohtë pra këto vendet arabe, që dikur në fillesat e veta e mbështesnin Yasser Arafatin, organizatën për çlirimin e Palestinës, por duke kaluar, duke qenë në pjesën perëndimore, duke qenë në një aleancë, le ta quajmë antikomuniste, hyn në influencën amerikane, ndërkohë Irani ishte në influencën e Kremlinit. A është kjo? Kam përshtypjen që Irani asnjëherë nuk ka qenë në influencën e Kremlinit, sepse një nga kërcënimet kryesore që ndjejnë iranianët është Rusia dhe deri para luftës së 12 ditëve edhe ato oferta që kanë vajtur nga Rusia për të bërë marrëveshje, të themi, të ndihmës reciproke apo të mbrojtjes reciproke, iranianët kanë thënë nuk kemi nevojë se i përballojmë vetë. Pra, ndrojtja, mosbesimi që kanë iranianët ndaj rusëve është shumë herë më i madh nga sa kanë ndaj perëndimit. Dhe sidomos ky president që është sot në Iran ka qenë jashtëzakonisht i predispozuar për të hyrë në një lloj marrëdhënie me perëndimin, për të biseduar me perëndimorët. Po shikojmë disa herë janë bërë edhe kohët e fundit, janë bërë edhe ditët e fundit, po edhe më përpara janë bërë. Problemi është që perëndimit sot është shumë e vështirë të besosh si amerikanëve dhe izraelitëve, sepse në momentin që fillojnë bisedimet, ata fillojnë bombardimet, domethënë. Po këtu qëndrojmë pak, sepse kemi sot deklaratën e ministrit të jashtëm, i cili tha se kemi hapur një kanal komunikimi me departamentin e shtetit. Okej, shumë mirë. Dhe do ketë negociata, cila do jetë thelbi këtyre negociatave,
agenda e këtyre negociatave dhe da prodhoj diçka apo jo? Nuk besoj të ketë negociata, sepse gjatë gjithë vitit fundit sa herë që është njoftuar për negociata, ose amerikanët ose izraelitët i kanë shtuar, i kanë gjujt në ajër negociatave. Në momentin ata prisnin që të shkonin të bënin negociata të shtunën, lufta filloi të njëjtën. Ata prisnin të merrnin përgjigje nga ato të dërguarit në Doha të palestinezëve, izraelitët i gjujtën. Pra, tema e bisedimeve kam përshtypjen që për iranianët dhe ata që janë brapa iranianëve në këtë rast, rusët apo kinezët, Perëndimi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës të momentin që jemi kanë lënë të kuptojnë që tentativat për bisedime më shumë janë taktik për t'i goditur në befasi se sa janë ofertat mirëfillta bisedimesh. Okej, Ilir? Shiko, se duhet jemi të saktë. Në asnjë moment amerikanët nuk kanë, përveç asaj rastit 84-s, pra që kanë tentuar të bëjnë një grup shtetit, kanë shku marincat deri, kanë hyrë deri në Teheran dhe aty janë zanë, pra janë kap, domethënë, por nuk ka pas asnjëherë goditje nga amerikanët në momentet kur kanë rënë dakord për të bërë negociata. Nga Izraeli po e amerikanët jo. Kjo është e para. E dyta, Steve Witkoff është në kontakt të vazhdueshëm, nuk i kanë dalë asnjëherë negociatat me ministrin e jashtëm iranian. Po për çfarë diskutojnë? Ja se po. Po luhet një lojë shumë e madhe. Unë e thash që në momentin e parë që nuk janë pjekur kushtet për të rarë regjimi. Duhet nofta edhe shumë kohë për të rarë ky regjim, por për momentin nuk do bi regjimi. Jo se është një regjim që e do populli, që t'jemi të saktë në këtë. Çështja qëndron në përballë Magas, shtrohet një pyetje shumë e madhe. Përballë sloganit Make America Great Again. ta bëjmë Amerikën sërish të madhe. Po, shtrohet një pikpyetje shumë e madhe. Do vazhdojmë të bijem në kurthin e Izraelit për të sulmuar vendet miket tonat, duke përfshirë edhe Katarin që ndolli sulmi, apo ne nuk do ndihmojmë më, ne do jemi amerikanët, pra do jenë jashtë kësaj loje që kërkon të bëjë Izraeli. Dhe kjo është, po ta shikosh, në fund dhjetorit 2025, lobi izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës zgjolli dhe njeriun më antisemit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kush ishte? Tucker Carlson, që është një nga politik bërësit më të mëdhenj të Magas sot. Mund ta gjeni lehtësisht në Doktor. Mund ta gjeni lehtësisht. Po. Ai ka pas një seri emisionesh, intervistash në podcastin e tij kundra, nuk besoj që është kundra, por që simas lobit izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është antisemit. Pra në gjitha marrëdhëniet e tija. Ai ka prodhuar një dokumentar me 5 seri për 9 dhe 11 shtatorin. E ka filluar me këtë, pastaj me intervista të ndryshme. Dhe konsideron konspiracion në Izraelit? Jo. Se ka dhe teori të tilla. Për 9-11 shtatorin. Po. Është mirë ta shikoni, domethënë. Te kaloj. Në podcastin e tij. Po. Nuk do të marr unë autorsinë atij, domethënë. E qartë. Se kam bërë, nuk e di. Por në gjithë këtë, pra dhe gjithë politik bërësit më të mëdhenj të Magës, duke përfshirë edhe Steve Bannon, kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë mbështetës të kësaj politike që po bën Trump, por duhet një politikë shumë e kujdesshme. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë diku te 50 deri në 60 milion votues evangelist, të cilët besojnë në Jezu Krishti do kthehet kur të kthehet për atë gjykimin universal, do jetë në Izrael edhe ajo toki përket në përjetësi izraelitëve. Pra, jeni sigur 60 milion, 70 milion? 50 deri në 60. Okej. Më duket se dolëm çik nga politika jashtme. Pra, edhe për vetë Trumpin, kjo është e vështirë që të
dalë krejtësisht në një moment dhe të thoi që shiko, ne nuk do mbështesim më veprimet e Izraelit, sepse humbet elektorat. Ta bëjmë më të thjeshtë. Po. Trump 48 orë më parë deklaroi, edhe rideklaroi, që do godasin. Populli i Iranit është duke kërkuar lirin, ne qëndrojmë për ta mbështetur. Deklarata e tij. Është shumë interesante po ta Do godasi apo jo? Është shumë interesante po të shikosh deklaratat e Trump. Thot që ne do mbështesim, do sulmojmë Iranin në qoftë se do vriten njerëz. Pra protesta duhet jetë e lirë. Tani Ja, më fal. u vranë që më të vriten. Po. Pastaj në postimin e dytë të tij, ai thot, ne jemi të gatshëm për të ndihmuar. Pra, ne do godasim, do ndërhyjmë ushtarakisht, jemi të gatshëm për të ndihmuar dhe dje ai thot që po shohim gjitha opsionet dhe po mendojmë. Pra, shikojeni se si shkon kurva nga më e larta dhe vazhdon. Jo, mund të vazhdoj. Jo, ideja është që deklaratat publike kur jenë në një kontekst kaq tensionuar gjejnë atë kohën për komentimin publik, po jo për veprimtarim politike, sidomos në një fushë kaq të madhe, dhe ai ka shumë vëmendje dhe çdo fjalë që del nga goja e tij mund dëgjohet jo vetëm nga ne këtu në Shqipëri, po sidomos në Iran dhe ata grimasa. Përpara se të shkojnë atje kanë 3 pika shumë të rëndësishme. Para është në qoftë se do të ketë një skenar për pas çfarë ndodh, dhe ata nuk e kanë ende. Kanë bazën strategjike të zbalancuar sepse janë të projektuar në hemisferën perëndimore tani, sepse USS Gerald Ford ndodhet aty për ndihmuar atë karantenën që po i bëjnë Venezuelës dhe nuk kanë mjete luftarake mbështetëse për goditjen eventuale që mund të bëjë Irani ndaj bazave amerikane në rajon dhe ndaj Izraelit eventualisht. Dhe treta është masa që do të shkaktoj një goditje amerikane tek iranianët. Pra, në qoftë se sulmi do të perceptohet në atë që gjithë bashkë rakordojmë si një dhunimi i sovranitetit, i sensit të nacionalizmit të tyre, pra si një ndërhyrje huaj që mund të mbledhë rreth e rrotull regjimit ata që janë të lëkundur në këtë moment e kanë frikë të dalin, apo do shkaktoj diçka të re, e cila është dhe pikpyetja më e madhe sepse nuk ka ende një qartësi se si janë grupet opozitare të pozicionuara në qoftë se ka një organizim që mund të ajo që quhet Next Day. Rrëzohet regjimi, po kush do vi? Problemet e goditjes. Dhe ata që i rrëzojnë kanë një skenar. Cili është skenari? Kush mund të jenë ata? Fakti që gjithë kjo javë mori një vrull shumë të madhe, sigurisht ka të bëjë edhe me mënyrën se si Trump menaxhon komunikimin e vet dhe e bën në mënyrë shumë agresive duke përmbytur zonën. Do të thënë lësho sa më shumë aksione që media të merren her me shefin e Federal Reserve, her me Venezuelën, Grënlandën. Që nga kullnajat e Grënlandës deri te shkretëtirat e Po kjo nga pikpamja, kurse nga pikpamja politikës jashtme, skenari është shumë i komplikuar dhe shumë më serioz se sa thjesht deklaratat e Trumpit, sepse aty në qoftë se shohim dikë që ka qenë konsekuent në raport me Iranin, ndryshe nga ambasadat nga administrata Obama, e cila ishte shumë appeasing, do të thënë bëri marrëveshjen bërthamore i dha e risolli në një farë mënyre brenda sinoreve të marrëdhënieve ndërkombëtare Iranin dhe me Europën. Trump i prishi marrëveshjen duke e kthyer edhe një herë pas kohën e marrëdhënieve ndërkombëtare të Iranit, duke e sjell pikërisht në këtë pozicion, sepse e konsideron një objektiv strategjik gjithë rajoni edhe përkon me atë që ai ka si vizionin e marrëveshjeve abrahamike. Imagjinoni tani një Iran i cili futet në një Shpjegoj don me pak fjalë të çan marrëdhëniet abrahamike, don marrëveshjet abrahamike. Me pak fjalë nuk thuhet marrëveshjet abrahamike janë një paqja e vendeve arabe me Izraelin, që ta kuptoj popullata, thot një kolegu im dhe i lirit. Marrëveshja, faktet abrahamike kanë të bëjnë me dëshirën e Shtetet Bashkuara për të shkëputur nga rajoni i lindjes mesme dhe duke lënë
Izraelin si faktori që Produkti është që Izraeli të bëj paqe me vendet fëkinje. Kjo është. Jo vetëm aq, jo. Po ky është thelbi. Po jo pra se u bën sepse vendet arabe ishin të antagonizuara siç e di dhe ti me gjendjen që shkaktonte tensioni i Iranit për të marrë për të arritur pasurimin e uraniumit dhe për të patur armë bërthamore, që do të krijonte një spirale pasigurie sepse atëherë dhe Arabia Saudite duhet të pajisej dhe ajo me armë bërthamore kështu me radhë. Marrëveshja abramike parashikon që të futeshin në çadrën bërthamore të Izraelit dhe të tensionoheshin marrëdhëniet në rajon. Dhe në qoftë se Irani heq dorë nga bërthamorja dhe në ato që janë bisedimet paraprake për cilat Witkoff ka diskutuar me ministrin e jashtëm, është një kthim të Iranit te tryeza e armëve bërthamore. Por çfarë dua të them me këtë? Që të dy janë duke fituar kohë. Witkoff, sepse nuk e di çfarë do bëj shefi, Irani, nëse arrin të ketë një foto të Witkoff me ministrin e jashtëm të Iranit, i jep një goditje shumë të rëndë moralit të protestuesve në Iran, sepse nëse Trump të inkurajuar të dalësh kundër pasdaranëve dhe të vritesh, kemi para të plojt madhe, del sikur ka bërë një lojë për të marrë diçka nga regjimi, do fashitet çdo gjë që pam dhe gjithë kjo shpresë e madhe për një tensionim të rajonit. General, pa marrë përshtypje të bëjmë një analizë unë të paktën, se nuk jam eksperti i fushës diplomatisë dhe politikës, do thosha vazhdo çfarë do thuash, po më pas do t'i përgjigjesh dhe kësaj pyetje të lutem. patjetër. Hera e fundit që kemi folur në studiet e televizioneve shqiptare për Iranin ka qenë qershorin e vitit kaluar, gjatë luftës 12 ditore, kur Izraeli e bombardoi dhe mediat perëndimore thanë se u shkatrua arsenali nuklear i Iranit. Cila është e vërteta? E arsenalit ushtarak. E vërteta... Të dyja përgjigjet... Po i kthemi kësaj përgjigjes pyetjes tuaj. E vërtetën e din vetëm ata drejt për së drejti, sepse abuzohet me informacionet në lidhje me realitetin atje. Lufta izraelito-iraniane 12 ditore, që në shkëmbimin që tashmë ne e dim se çfarë ndodhi nga njëra palë nga pala tjetër. Por pjesa e goditjes së vend dislokimeve të përpunimit të uraniumit për sasinë e nevojshme që llogaritet në atë që është deklaruar të prodhimit të kokave me mbushje bërthamore deri 40 copë, do thosha që në këtë kontekst ato janë nxjerr nga bombardimi amerikan, janë nxjerr jashtë përdorimit momental. Por largimi i sasisë së uraniumit të pasuruar dhe fshehja diku tjetër që nuk ka asnjë të dhënë të paktën të deklaruar dhe informacion se është shkatruar, është nxjerr jashtë përdorimit. Janë lejuar ekipet e vëzhgimit të IAS? Nuk janë lejuar. Dhe koha që morën për të diskutuar atëherë ishte pikërisht koha e humbur sepse dhe këtu do ta quaja unë që edhe koha nëse lufta, nëse flasim për Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç edhe Trumpi në deklaratat e tij në her pas hershme të ndryshme edhe të pabesueshme shumë, por si thosh edhe kontradiktore, fillon nga maja piramidës, zbret në fundin e saj apo nga fundi ngjitet në majë. Ato vendimet e veta natyrisht këshillohet me gjithë personelin e tij në përbazë të informacioneve dhe të efekteve mbi të gjitha të zbulimit çfarë ata kanë arritur të marrin si informacion. Në këto kushte unë mendoj se do të ketë edhe vazhdon të jetë lufta në dy fronte e Amerikës. Së pari lufta hibride me format e metodat e zhvillimit të saj, që do të ketë ndikim, janë dhe kanë, dhe e dyta mund të jetë mundet dhe përpunohet që në shpejti ketë luftë kibernetike. Por në stadet e tjera të luftës së drejt për drejt, çfarë është lufta kibernetike? Unë mendoj që e ka tepër të vështirë edhe të pamundër ta bëjmë mos duhet bërë kuptueshme për kaq të shkurtër. Në aspektin e luftës kibernetike në të gjithë kompleksitetin e cilat janë efektet të informacionit. Bllokohet jeta e një vendi. Të bllokimit. Bllokohen aeroporte, porte. Kjo është gjithçka. Blackout ikën diritat, bankat nuk punojnë. Hapi për mua që mundet të ndërmerret në një kohë të ardhme nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe pjesa e luftës hibride nëpërmjet heqjes ose shkurajimit të kundërshtarit dhe realizimit
të informacioneve disi për publikun të pabesueshëm, por që mund të jenë nga krahu tjetër ndikojnë drejt për së drejti në leximin e situatës në tërësi dhe shkurajimin e kundërshtarit dhe realizimin e qëllimeve që ka në këtë rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por unë mendoj që do të jetë sukses i madh për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në do të arrijnë nëpërmjet takimit të Witkoff me ministrin e jashtëm të Iranit për të ulur në tavolinë dhe për të nënshkruar një marrëveshje për të rikthyer atje ku kanë qenë që të mund të shkojnë vëzhguesit e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të parë se vërtet ky pasurim i uraniumit që mund të vazhdojë në Iran do jetë për arsye ekonomike apo do jetë për arsye përdorim ushtarak. Të shtoj diçka këtu? Po, vetëm një fjali dhe pastaj ka një fjali, sepse nuk bën shumë sens kjo që ajo që thonë iranianë thonë jemi të gatshëm të kthehemi te tryeza e dialogut mbi bërthamoren, po në njëjtën kohë te kush do kthehesh, te personi që e shkatroi marrëveshjen bërthamore të Iranit. Pra ishte Trumpi që e prishi këtë lloj marrëveshje në 2017, që kishte BE-ja, ishte ajo 5+. Një marrëveshje me klauzola të reja. Jo, pra, sepse do me thënë thelbi është që administrata Trump ka një vizion të qartë kundër regjimit Iranit. Do me thënë është fitim kohë. Nuk kërkojnë që të kenë një Iran që fiton kohë për të ndërtuar ca centrale të tjera pasurime kështu. Ka një kundërthënie, pra, në qoftë se iranianët po tregojnë që ne jemi gati të vinë te kjo tryeza, te cilat amerikanët nuk kanë thënë fare që duan të ulen. Se ajo ishte, jemi gati të diskutojmë për çështjen bërthamore. Ndërkohë amerikanët kishin thjesht kërkesë për mbështetjen e protestave në këtë fazë të diskutimeve. Pra, që të shkojnë amerikanët që e kanë prishur marrëveshjen, pra Trumpi, se administrata më pashme Obama kishte mbështetur, më duket një ngërç, një përpjekje për fituar kohë. Ilir? Është vërtet që administrata e parë Trump prishi marrëveshjen pra të nënshkruar me Iranin në 2016, por Trump ka lënë të kuptohet që kjo ka qenë një ndër gabimet e tij të termit të parë. Dhe e dyta që duhet thënë, në qershor ne kemi qenë bashkë këtu, kur kemi biseduar dhe kemi folur për luftën që po zhvillohej mes Izraelit dhe Iranit, dhe është shumë e rëndësishme që të theksojmë, të nënvizojmë një element shumë të rëndësishëm, që Shtetet e Bashkuara, dhe e kam thënë dhe atë natë nëse të kujtohet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërhyjnë në atë luftë, pra me një goditje që bën, Quhet coup de grâce, don goditja e mëshirës, ai që jep prokurorin në fund. me një goditje ndërhyjnë më tepër ishte për të qetësuar situatën në Izrael, sesa për të shpëtuar Iranin. Pra, duhet kemi shumë kujdes kur të shohim këtë. Sepse çfarë po ndodhte dhe kemi thënë, kemi diskutuar atë natë. Të kthehemi tek Irani. Po, tek Irani, po aty nuk po lvizim, po se janë element, është një puzzle ku ka shumë nga ato pjesës. Po se tani donë që të merremi me ç'ndodh ndodh në Izrael, që marrin një burr shteti që po ndryshon gjithë faqen e lindjes mesme dhe po e janë nxjerrë jetën për një ark shampanjë e një kuti me puro, donë s'ja vlen. Kjo është ajo, kjo është ajo që po ndodh realisht në fakt. Ky ndryshimi i politikës komplet. Dhe çfarë po ndodh? Në gusht kur gjithë ishim me pushime, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Europë e në Amerikë, një general amerikan është shkarkuar, general mallor amerikan është shkarkuar nga detyra sepse ka thënë këtë, që ne me të vërtet bombarduam, por ne nuk kemi shkatruar asgjë nga armët bërthamore të Iranit. Në qartë. Por çfarë po ndodh? Fal, edhe një fjalë. Po se duhet kalojmë publicitet. Jo, kush mendon që iranianët ishin aq të aftë sa të largonin nga dy qendrat bërthamore që kishin ato gjithë materialin bërthamor dhe amerikanët nuk e dinë. Jo, ka pas diçka. Do kalojmë publicitet, po. Një fjali. Ka qenë ajo që ndodhi, ishte koha e humbur në negociata, e cila shërbeu për të qenë Pentagoni dhe Izraeli ata që quan në ndërhyrje. Trump e mori vesh vonë ndërhyrjen. Okej. Një hapësirë të shkurtër publicitare dhe në pjesën e dytë do të flasim sërish për atë çka po ndodh në Iran.
është një revolt popullore për liri, apo është luftë për naftë, publicitet. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, jemi duke folur se çfarë po ndodh në Iran dhe cilat janë efektet e asaj ploje të përgjakshme që po ndodh në rrugët e Teheranit. Ambasador, në fillim të emisionit, ju përdorët një term sa ekonomik, atë që edhe geopolitik, petrodollar. Keni gjithë kohën e mjaftueshme për ta shpjeguar në kontekstin e kësaj që po ndodh në Iran. Shumë e thjeshtë, domethënë e gjithë gjëja që ne po diskutojmë që do duhet ta kishim vënë duke që në kryet herës është që shumica e gjëra që ndodhin sot në arenën ndërkombëtare janë pasojë e çvendosjes së siç janë përdoret shpesh termi çvendosja e pllakave tektonike të fuqisë, domethënë fuqia po shkon drejt lindjes. Ajo që po i tërheq të gjitha parat është Kina apo dhe vende të tjera si Indonezia apo India. Kështu që edhe kjo që ndodh në Iran në një farë mënyrë është shfaqje e këtyre lloj kontradiktave, e këtyre lloj stuhive që krijojnë vakumet e çvendosjes së fuqisë. Petrodollari ka lindur në 1974, në 71 ishin Nixon me 15 gusht shpalli shkëputjen e dollarit nga floriri. Ta marrim që nga Bretton Woods, që nga don kur u bë dollari monedha referenciale. Okay. Bretton Woods, dollari lidhet me floririn, me një ounce më duket sa është 28.35 gram, barash me $35, gjitha monedat e tjera të atyre që morën pjesë në mbledhje, 44 vendet, u lidhen me dollarin në një raport. Pra gjithë monedat e vendeve të botës kishin si referencë këmbimi dollarit. Jo, botës e lindja jo, 44 vendet që morën pjesë në mbledhje, ato e lidhen. To ishin që vende Kombet e Bashkuara. Jo, se Kombet e Bashkuara ishte dhe rusët, Bashkimi Sovjetik nuk ishte pjesë e Bretton Woodsit, kështu që ato vende që ishin në konferencë, ato e lidhen monedhën e tyre me dollarin që ishte e lidhur me floririn. Okej. Amerikanët printuan para pa hesap për shkak luftës së Vietnamit të programet sociale të Lyndon Johnsonit dhe francezët nuhatën parët, pastaj gjithë me radhë, që kishte më shumë para letër se sa flori, filluan të kërkonin florin, amerikanët po i mbaronte floririn dhe Nixoni me 15 gusht tha s'ka më, këtu mbaron lidhja e dollarit me floririn. Në vitin 15 gusht 1971. Nga ai moment dollari filloi të merrte tat pjetën, inflacion i dukshëm dhe i ndjeshëm dhe thuhet që është ideja e Kissingerit, por kam përshtypjen duhet ishte çik më edhe ata më duket Simon Williams ka qenë sekretari i Thesarit, që viziton Arabinë Saudite dhe vendosin që amerikanët do t'i japin gjithçka ka nevojë mbretërit e Arabisë Saudite për të garantuar mbijetesën e mbretërisë. Ata do të shesin naftën vetëm në dollar dhe do insistojnë që dhe vendet e tjera të OPEC-ut të shesin naftë vetëm në dollar. Të gjitha vendet e botës kanë nevojë për naftë dhe që të mund të blinin naftë do duhet kishin dollar. Kështu që për të pasur dollar do duhet të rishnin dollarin nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që kërkesa për dollar u rrit shumë. Përpasoj vlera e dollarit sa vinte dhe shtohej. Dhe ju dha mundësinë amerikanëve që të printonin gjatë gjithë kohës tyre sa herë që kishin kriza printonin para pa hesap sepse gjithë inflacioni shkonte për hape këtë. Tani çfarë ndodh? Tashti ose për shkak të fuqizimit ose jo, një anë fuqizimi i Kinës, nga ana tjetër tej përdorimi nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës si mjeteve financiare si armë në luftën kundër tjerëve, pra s'm pëlqen një gjë që bën filani. Por dhe lufta në Ukrainë? Edhe lufta në Ukrainë patjetër ishte ndër veprim ndër ato që mori masat më të ashpra financiare Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, por si thua në luftën në Ukrainë u bë evidente që që për hir të interesave gjeopolitike apo politike apo ushtarake, militarizojmë sistemin financiar apo atë të drejtësisë. Tashti ku është problemi me naftën e Venezuelës apo naftën e Iranit? Puna është që këto po shiten tashmë të kuotuara në yuan apo në atë që kinezët po mendojnë të fusin si monedhë që quhet unit, edhe do jetë një yuan kinez me 40% i garantuar 40% në flori. Të gjitha këto, sikurse edhe krijimi i asaj paraleles me Swiftin. Pra dikur në gjithë botën ti po mos ishe në Swift, ti nuk komunikoje dot para në botë.
Tash kinezët kanë krijuar sistemin e tyre që nuk ka nevojë më të komunikojnë përmes. Dhe SWIFT-in e kontrollojnë amerikanët. Pra çdo para që kalon në bankat e botës kontrollohet përmes sistemit SWIFT të ndërtuar nga amerikanët. SWIFT-in e kontrollojnë amerikanët, cipsim duket e kanë ato kinezët që i jep mundësinë edhe rusëve dhe indianëve dhe kinezëve të bëjnë. Keni një shifër do sa përqind aktualisht e shkëmbimeve është jashtë SWIFT-it, sistemi SWIFT, dhe sa do në e tregtisë naftës dhe hidrokarbureve të tjera zhvillohet përtej dollarit në atë monedhën që po krijojnë to vendet e BRICS-it. Nuk di të them një shifrën të kësaj natyre, ajo që di është në qoftë se para 5-6 vjetësh ka qenë 71% e rezervave valutore në dollar, sot është 58%, dhe për çdo përqindje që ulet është norma e rritjes interesit që paguajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës diku rreth 300 bilion me miliard dollar. Domethënë në pamjet parë 71% në 58 nuk është se ka një rënje drastike në sasinë e rezervave valutore që përbën dollari për gjithë bankat e botës apo për gjithë shtetet e botës, por në pikë përqindje për interesin që duhet paguajnë është shumë e lartë. Dhe tendenca, sidomos ku shumica e bankave qendrore po blejnë flori në vend që të mbajnë dollarin. Dhe vitin e kaluar Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbyllën buxhetin e tyre me 1.7 ose 1.8 trilion deficit. Këtë vit parashikohet të jetë mbi 2 trilion. Ndërkohë, borxhi ka vajtur 38 trilion, brenda një viti, brenda 11 muajsh, është rritur gati me 1 trilion e gjysmë. Dhe perspektiva është financiare. Dhe një pjesë të këtij borxhi e kontrollon Kina. Dhe çfarë ndodh në qoftë se ajo e shet? Jo, dhe aq kinezët nga 1.3 trilion që kishin deri para 5 vjetësh, tash kanë vetëm 680-700 miliard nga këto bonot të thesarit të Bashkuara të Amerikës, pra kanë filluar gradualisht ta lëshojnë borxhin. Ajo problemi i Kinës. Dhe kjo don largimi i Kinës si një financues i borxhit amerikan. A është një rrezik për dollarin amerikan? Jo aq largimi se sa mos pranimi nga ana e Kinës që ta ndihmojë në thonjza, se nuk ka ndihmojë, po të hyjë në një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të mundet të hapi tregun e vet më shumë, pra të përballojë një pjesë më të madhe të barrës që po ka financat amerikane. Në prill të këtij viti, zoti Trump viziton Pekinin dhe ka një këndvështrim që shumë gjëra që ndodhin sot në botë, siç është Venezuela, apo siç lidhen edhe këto me Iranin apo edhe të tjera, janë përgatitje të zotit Trump që kur të shkojnë në Pekin të ketë një bargaining chip, të ketë një monedhë shkëmbimi me anë të së cilës të mos ju lutet kinezëve, po t'i thot edhe Groenlanda ndër të tjera, të mos ju lutet kinezëve, por t'i thot për të hyrë në një marrëveshje ku të dy palët të kenë mundësi të fitojnë. Çfarë duan amerikanët nga kinezët? Të hapin tregun. Sepse në disa gazeta specializuar amerikane të financës thuhet që në qoftë se ne ju ndihmuam juve duke ju futur në Organizatën Botërore të Tregtisë në vitin 2000 duke 2001, sot jeni juve që duhet të jepni kontributin tuaj, nuk shprehet me fjalën ndihmuat, por duhet të jepni kontributin e tuaj për të përballuar krizën financiare që po kalon bota, sepse në shkallë globale borxhi është 300% e GDP-s, për të marrësh për të gjitha shtetet bashkë. Borxhi i Amerikës është 300%? Jo, borxhi i Amerikës është rreth 130%. Japonia e ka më të lartën, e ka 200%. Po në shkallë globale, po të mbledhësh borxhet që kanë gjithë. Gjithë po. Është mbi 300% e GDP-s, sepse në fund të fundit sot në këtë mënyrë se si është ku ka përfunduar ekonomia globale, nuk ka rëndësi përfundimtare që një shtet është mirë dhe një shtet është keq. Duhet të jenë gjithë mirë, duhet të jenë që të mund të... Po rrëzua njëri nga të mëdhenj të rrëzojnë tjerë. Sidomos amerikanët. Dhe kjo është, të themi, ajo shpreha shumë e madhe për të rënë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të gjithë janë të interesuar që të japin kontributin e tyre për të patur një ulje të butë e gjithë ekonomia amerikane, që mos bëjë një rënje të fortë. Dhe ajo që, si thash, ajo që pritet, shanset janë që të ketë sukses në vizitën e prillit, zoti Trump, të merren vesh që Kina të shtojë konsumin, të hapi tregun, sidomos tregun financiar, që të ketë mundësi më shumë kompanitë amerikane të financës, Wall Street-i, të komunikojë më shumë, dhe të përballohet, si thua, të paktën kinezët të mos bëhen sebepi apo shkaku që ekonomitë të tjera të lëshojnë dollarin.
nuk e di a është shpreha qartë apo jo. Pra, të vazhdojnë kinezët të punojnë me dollarin, kur vi puna për të blerë. Pra një nga kërkesat në negociata që do bëhet me Iranin është doon që të vazhdoj ta bëj tregtin e naftës dhe të gazit në dollar. Besoj që po. Edhe iranianët sado që janë nga antarët më deciziv të BRICS-it, sepse gjithë BRICS, po ta shikosh në zonë gjeografike, Irani është epicendra, gjithë rrugët tregtare lindje perëndim veri jug përmes Iranit kalojnë. Edhe si infrastrukturë për shkak të naftës financiare dhe mallrave është nga pikat më të rëndësishme. Kështu që kjo që po ndodh, shpresojmë që ta kthej Iranin të jetë më afër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe ka një gjë shumë interesante në fakt në kondicionin psikologjik dhe kulturor të Iranit. Është shumë herë më afër me perëndimin se sado që kjo që po them tash mund duket e çuditshme, po është shumë herë më afër me perëndimin me Shtetet Bashkuara të Amerikës se sa me kinezët apo rusët si kondicion kulturor. Si shpjegohet? Sepse është Kinën e ka derën e pasme të shitjes së Patjetër, nga ana ekonomike mund të kesh shumë interes ndaj njëri tjetrit, po si thua, thënë fare, nuk besoj që një iranian do kishte shumë qejf të emigronte në Kinë në raport me të emigrojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, për ta bërë pak më të kuptueshme gjën. Ky është kondicioni kulturor që afron më shumë me mënyrën e menduarit perëndimore se sa lindore. Thatë doon që Trump kur të shkojë në Pekin do të kërkojë doon një ndihmë. Ndihma jepet në kuadrin e negociatave. Përse duhet e të interesuar Kina të mbajë në këmbë Wall Streetin, kur jepet mundësia që të shmangë hegemonin amerikane dhe të japë fund unipolaritetit global. Unipolariteti nuk është e vendos Trumpi apo Xi Jinping. E vendos tregu. Multipolariteti është evident kush ka para më shumë, kush ka fuqi më shumë. Nëse kinezët ndërtojnë, nëse për një anije që mund ndërtojnë amerikanët, kinezët ndërtojnë 242, nuk ka nevojë të bësh shumë filozofi se kush ka bazë industriale më të fuqishme për momentin. Nëse amerikanët kanë një infrastrukturë financiare shumë herë më të zhvilluar se kinezët, me produktet financiare që hedhin treg, edhe kjo nuk ka nevojë për shumë diskutim. Ajo që pritet të ndodhi është që kinezët të mund të trajtohen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës me pak më shumë dinjitet. Ajo që kërkojnë edhe kinezët edhe rusët nga perëndimi është që të mos i shikojnë si inferior. Dhe në momentin që ndryshon sjellja ndaj tyre, shumë gjëra janë shumë herë më të zgjidhshme. Si thua, në momentin kinezët kanë vuajtur shumë nga perëndimorët. Domethënë, unë kam parë me sytë e mi në Shanghai para shumë kohësh tabelën që ata e kishin ruajtur si kujtim, qenë edhe kinezët nuk lejohet hynë. Pra në atë zonë ku kanë jetuar perëndimorët në Shanghai, kaq përbuzje kishin për Kinën. Dhe kinezët, diku me drejt, diku për propagandë, diku për 1 milion arsye, i edukojnë njerëzit me një ndjenjë kombëtare të jashtëzakonshme dhe nuk do të donin kurrë që të përsëritej më ai që ata e quajnë shekulli i turpërimit. Dhe ndaj janë njerëz zakonisht ndjeshëm kashi shumë gjërave. Dhe në esencë asaj që ndodhi me kolonializimin e Kinës mbas luftrave të opiumit në 842-shin, ishte financa. Domethënë, ajo që bën me britanikët atëherë është e detyruan të blinte opium dhe i morën argjendin. Dhe kinezët ishin totalisht të varur nga bota perëndimore, nga financat. Dhe këtë gjë po mundohen të bëjnë vetë ata të shtëpi. Domethënë, thuhet që zyrtarisht kanë deklaruar rreth 2500-2600 ton flori, po në fakt mund të kenë 30.000 ton flori. Dhe kinezët si kinezët shumë interesant që duke që kanë shumë herë më tepër kontroll mbi popullsinë se sa pjesa mënyra perëndimore e jetesës, edhe për të mos e deklaruar sasinë e përgjithshme të florinëve që kanë, nxisin njerëzit që të kenë sa më shumë gjëra kështu floriri, pysylyqe, vath, varse, etj, që në fund të ditës ato janë prapë pasuri e popullit e shtetit kinez, sepse me një bilbil ja mbledh të gjithë dhe atë po që se do jetë nevoja për ta vënë ato që quhen baulet e shtetit për ta bërë kundërpesh për monedën. Kështu që kanë goxha avantazhe si qytetërim dhe si mënyrë të arsyetuari. Por, siç thash, zoti Trump kam përshtypjen që do jetë aq aktor
që të përfundoj një marrëveshje me shumë interes në periudhën Pekin, si për Amerikën, si për Shtetet Bashkuara, ashtu edhe për Kinën. Çka do të ishte mirë për gjithë globin, kam përshtypjen. Nëse nuk ka marrëveshje, ka luftë gjeneral? Është tepër e vështirë për të përcaktuar edhe për të dhënë definicionin e prerë dhe përfundimtar në raste të tilla kur situatat janë vërtet në zhvillim dhe shumë komplekse. Por luftrat janë të pashmangshme, ato na kanë shoqëruar historikisht, na shoqërojnë tani dhe në të ardhmen nuk përjashtohen. Për shumë, edhe siç ambasadori theksoi, për shumë dhe për 1001 arsye ato mund të ndodhin dhe të gjitha vendet në marrëveshje dhe së bashku apo veç mas një nga një duhet të mendojnë seriozisht për sa i përket sigurisë dhe mbrojtjes. Nuk është asnjë strukturë, cila do qoftë ajo, edhe NATO që është struktura politike ushtarake më e vjetër në botë prej 80 vjeç mos gabojmë, vjet festoj 80 vjetorin, edhe ajo nuk mund të themi s'ka qenë dhe është dhe jo gjithçka ka vajtur ashtu siç ne apo shumë antarët e saj do ta dëshironin. E njëjta gjë po t'i kthemi edhe pjesës së Bashkimit Evropian për mos u larguar shumë nga tema lidhe me Iranin. Irani apo Persia dikushme është një vend që ka histori dhe ka kontribute edhe në shkallë globale, botërore, pra absolutisht. Dhe detyrimisht që një udhëheqës largpamës dhe një udhëheqje largpamëse nuk do donte që ta çonte popullin e vet mish për top apo ta çonte në luftë civile. Gjithsesi, aty marrë nga pozita geostrategjike e Iranit përplasen shumë interesa. Dhe përplasja shumë interesave përbën atë që Irani, si mund them nëse më lejohet me marrë një shembull jo shumë të përshtatshëm, nëse i ri e ngasmon dikuaj kërkon të mblidhet në vetvete. Për të shpëtuar, flas gjithmonë, dhe kjo është një masë vetë mbrojtëse. Por qëndrimi i cilit do regjim, aq më tepër i ajetullavet, në një kohë kaq të gjatë, atëre arrin deri aty sa ai thot që unë jam i dërguar i Perëndis në tokë. Dhe nuk e kupton për shumë arsye që është i shkëputur nga populli i tij dhe është thjesht dhe vetëm ata, si thoshë, simpatizanët ekstremistët, ata cilët paguhen rreth i tij që e mban të shkëputur totalisht nga ngjarjet reale, nga zhvillimet reale dhe bën që të gaboj e për fat keq ka disa lidhe që nuk mësojnë as nga gabimet e tyre. Të mençur mësojnë zakonisht nga gabimet e të tjerëve, por ky nuk po mëson e nuk ka mësuar as nga gabimet e veta, se nuk mund ta mbash pafundësisht një komb 94 milion banor në këtë lloj varfërie, në këtë lloj skamje, kur ata kanë qenë në një nivel në 79 në një nivel krejt tjetër për sa i përket të ardhura për frymë të popullsisë, në raport me ku janë sot. Dhe këtë e kanë shkaktuar mungesa e vizionit në udhëheqje në drejtim dhe mbi të gjitha shkëputja me të gjithë botën në aspektin e marrëveshjeve me interes reciprok. Një politikë konfliktuale në rajon? Po, në rajon, dhe duke qenë se ne do të mbajmë edhe të jemi më të mëdhenj e rajonit, lindjes mesme sidomos, edhe janë vërtet, edhe për nga fuqia ushtarake, por nuk është vetëm rajoni. Rajoni nuk mund të mbijetojë duke mos marrë në konsiderat edhe zhvillimet e tjera globale. Të gjitha këto, kur arrin Kina me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kërkojnë të ulën dhe të shikojnë për nënshkrimin një marrëveshje me përfitime reciproke, atëherë imagjino kush janë vendet e tjera, cilat do qofshin këto, që e kanë të pamundur të mbijetojnë. Dhe nuk mundet të konsumosh popullin tënd për të mbijetuar një elit gjakatare, e cila nëse do të vazhdojë në këtë format, nuk e di këtë do të drejtoj. Sepse ca janë nga Afrika e pushtetit, ca të tjerë janë në protest opozitar, ca të tjerë janë për zonë e do të vazhdojnë, siç u theksua dhe parafolsi që nëse do të vjet kjo histori, do të vazhdojnë të detyruar ata që do ngelen, të skeduar, ta lënë Iranin dhe të ikin nga vendi i tyre. Kështu që në këtë kushte u mendoj që edhe atyre nuk më intereson, por nuk mund të themi se do ketë vërtet
luftë apo ndërhyrje nga jashtë. Dhe kjo ndërhyrje tjetë nga Shtetet Me Bashkuara të vetëm Amerikës. një fjali për punën e luftës. Lufta, sa shikojnë, do të varet nga zoti Trump në këtë anë që mundohet për paqe, sa do të jetë në gjendje të ketë në kontroll lobet, deep state, domethënë administratën, establishmentin e politikës jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe neokonët dhe neoliberalet e Europës. Pra nëse në këtë përpjekje zoti Trump dështon do kemi luftë. Nëse zoti Trump do ketë sukses, nuk do kemi luftë. Okej. Gendi, për dekada me radhë, ky regjim teokratik ka shpenzuar 10 miliard dollar për të financuar regjime, organizata, shumë prej cilave janë konsideruar terroriste. Ka financuar Asadin në Siri, ka financuar Hezbollahët në Liban, ka financuar Hamasin, Huthin në Yemen. Por ndërkohë gjitha këto do një kanë rënë, gjitha këto do në gjatë 2-3 viteve të fundit, e ka pastruar Netanyahu, sigurisht dhe mendim në Amerikanëve, këtë territor nga të boshtës së keqes, nëse na lejohet ta përdorim të term. Prani ushtarake duket se do unë nuk kam ai të konsiderueshme sa e kishte. A mundet të rikthehet sërish në qoftë se arrin të ketë një marrëveshje paqeje, do të ketë këtë ndikim, po. Do është shumë e vështirë nga pikpamja e mbajtjes shoqërore. Ajo është një shoqëri që ka vuajtur pjesa dërmuese, pjesa që është e pajtuar me e kisha fjalën këto zona influence. Do rikthehet sërish në to apo jo? Ka marrë fund sepse në momentin që kur pati, le të themi kështu, këtë bonusin e rikthimit në botën, në arenën ndërkombëtare Iranit pas marrëveshjes bërthamore me Europën dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, pati një injekcion kapitalesh për shkak se u liruan sanksione dhe shiste naftë. Kështu që pati një mirëqenie relative e cila nuk u përdor për iranianët, por u përdor për të financuar këtë proksit e vetë, të cilë pastaj, siç u thamë më parë, ranë njëri pas tjetri. Rikthimi i influencës së Iranit në gjendjen e mëparshme është i pamundur sepse jemi përballë një lindje të mesme krejt të re. Sepse folëm më parë për Sirin, por ajo që duhet të kujtojmë është fakti që, siç thamë për marrëveshjet abramike, 7 tetori, që ishte sulmi i Hamasit, i mbështetur sigurisht nga Irani, ishte një kundërpërgjigje ndaj marrëveshjeve abramike, sepse duke i hequr ose kufizuar në një farë mënyre, duke i krijuar një kordon sanitar, një zonë tampon me shtetet, një izolim me shtete që ishin të projektuara që të gjitha ndaj përmbajtjes së Iranit, Irani u vendos në një cep. Kështu që lëshoi proksit e tij për të prishur këtë marrëveshje. Pra duke futur edhe një herë luftën në lindjen e mesme. Lëshoi, mund të themi që i hodhi në aventurë? Vetvrasje. Vetvrasje, po. Vetvrasje sepse nga një anë mbivlerësoi kapacitetet e investimeve të veta ndër dekada, se ka qenë pas nënvlerësoi ato kapacitetet e Izraelit? Atë vendosmërinë e Izraelit për të shkuar edhe përtej, duke ngjallur një, le të themi, një valë të madhe indinjate publike ndërkombëtare, aq e fortë ishte vendosmëria për të azjesuar gjithë ata që perceptonte se armista megjithëse ka krijuar armiqtë të tjerë ndërkohë, por ata që ishin proksit e Iranit, janë zhdukur një herë mirë dhe në qoftë se ka rënë Siria, cila ishte një regjim po aq jetëgjatë dhe gjakatar, do thotë që Irani mbetet puzzle i fundit dhe për të kthyer tek vizatimi i madh i asaj që ka ndërmend Trumpi, Irani është veç një gur. Sepse në qoftë se po flasim për një riekuilibrim të dimensionit të marrëdhënieve ndërkombëtare ndërbotrore për shkak të ngritjes së Kinës dhe pasigurisë relative që ka pas Amerika vitet e fundit për shkak gabimeve që ka bërë politikë të jashtme që kanë kushtuar shumë si Iraku dhe Afganistani, me rikthimin e Trumpit që ishte pasojë jo vetëm me vullnetit të Trumpit, po e një rrymë shoqërore që ishte lodhur nga luftrat e gjithëbotshme të Amerikës, prodhoi këtë lloj status quo që duhet
që Amerika të rifuqizojë dhe njerë, dhe në qoftë se flasim për Venezuela, flasim për Groenland, sot flasim për Kubën, e cila mund të bjerë shumë më shpejt se sa vetë Irani, sepse i është hequr tubi oksigjenit biberoni, flasim për një rend të Shtetet Bashkuara të Amerikës që përgatitet për të përballur me Kinën. Pra, nuk janë thjesht aksione grabiqare që në para 90-s në Shqipëri do të quaj imperializmi e egër amerikan apo anglo-amerikan. Flasim për një ripozicionim për të rikthyer edhe njerë si atlasi që mban mbi supe ato botën, sepse të lodhur nga një, u bën 8 dekada, nga një rend botror që kontribuan për të ndërtuar, edhe pastaj aktorët që ata bën pjesë në këtë rend botror. Kur filluan ta drejtonin këtë rend botror, që e ndërtuan këtë rend të ri botror, në vitin 1945 kontrollonin, kishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës 50% të GDP-s botrore, globale. Kjo është një gjë e mirë. Tani është donë po zbret dhe poshtë 20%. Jo, zoti Baba, kjo është një gjë e mirë sepse tregon që ne pse jemi këtu. Jemi këtu sepse bëjmë pjesë në një hemisfer ose në një sferë influence që është ne jemi klientët e vegjël të perandorisë. Dhe kjo perandori, kur mbaroi ajo luftë e madhe e dytë botërore, i dha shansin edhe Kinës për të nxjerrë nga humnera e skamjes komuniste dhe të prapambetjes së mëparshme, miliona njerëz nga varfëria. Dhe këtë e ka mundësuar ky lloj rendi botror që është garantuar nga i dha të dyja, i dha edhe teknologjinë, i dha edhe tregun Kinës që nga viti 1978 që të ngrihej. Edhe këtu kuptohet shumë qartë lodhja amerikanëve me këtë rend botror, që ka prodhuar këtë lloj presidenti, i cili nuk pyet shumë për ne, për europianët përgjithësi, dhe është i gatshëm të bëjë çdo gjë për të siguruar pozicionin hegemonik të Shtetet e Bashkuara, sepse nëse ne mund të marrim të flëm shumë të qetë si shtet, se kemi një çadër bërthamore amerikane mbi kokë që na mbron si antar të NATO-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ata që nuk flën dot të qetë, sepse kanë për të mbrojtur veten, Europën, gjithë shtetet që kanë aleat në paqësor. Kështu që kanë përgjegjësi dhe për të përgjigjur këtyre përgjegjësive duhet jenë të fortë. Por aktorë si Kina, për shembull, që i kanë rënë qylit në rendin e krijuar nga Amerika, kanë përfituar dhe tani janë bërë dhe sfidues. Dhe pikërisht tu shifet agresiviteti i Trumpit për të rifituar dhe një hegemoni të humbur. Por me ndryshime me ndërhyrje shumë selektive, se u fol këtu për faktin që MAGA ka një revolt brenda bazës vetë në Amerikë, sepse në fushatat e një pasnjëshme të Trumpit kemi parë që ai ka thënë jo më luftrat e gjithmonshme i Iraku dhe Afganistani, duke kritikuar deep state-in, neokons dhe kështu me radhë, pra të agresivitetin të brendshëm të politikës jashtme amerikane. Por është i detyruar dhe vetë aty ta bëj këtë lojë, sepse e di që në qoftë se nuk i përgjigjet me njëjtën monedhë agresivitetit të Kinës, e cila si çdo fuqi në kërkim të hegemonisë do të jetë po aq ashpër me kundërshtarët e vet, po ripozicionet të rifiton terren dhe kjo të paktën sipas meje është në interesin edhe tonë si shqiptar. Okej, Ilir, ndryshe nga çfarë ndodhi në Gaza, ndryshe nga çfarë ndodhi pak ditë më parë në Venezuelë, ku në Evropë pati qëndrime diametralisht të kundërta, pothuajse. E Majta ishte solidare deri dhe me Maduron, me popullsinë e Gazës, ndërkohë për me atë çfarë po ndodh në Iran, kemi një solidaritet dhe një kohezion të jashtëzakonshëm. Madje më bënte përshtypje kur shikoja këto protestat që zhvilloheshin në kryeqytetet, metropolet, gjithë metropolet perëndimore, krahas flamurit të Izraelit, krahas flamurit të Iranit ishte edhe flamuri i Izraelit. Si shpjegohet, çfarë e krijon këtë kohezion dhe çfarë mund të prodhojë ky kohezion? U tha këtu që iranianët janë nga pikpamja mentale si njerëz, janë më afër mentalitetit perëndimor, pra francez, britanik, amerikan. Dhe po ta shikosh ngullimet më të mëdha të iranianëve janë në Paris, në Londër, në Hamburg dhe sigurisht edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe gjithë këto janë njerëz që kanë ikur nga Irani, kryesisht
gjatë periudhës mas I ka rënë shahu. Pra këto vazhdojnë si tush se duhet bëja shqiptimin. Atëre më shpjego cilat janë dy opozitat të paktën që dihen, që janë mërgata, nuk po them atë të si e thot atëre ndryshe Nasho Jorgaçi, po dy mërgatat që janë. Një ajo e mbështetësve të monarkisë dhe një e këtyre që I kemi ne këtu në Manz. Qa janë këto, qa përfaqësojnë dhe janë një alternativë për të marrë pushtetin në qoftë se regjimi bie? Kjo ishte pyetja në fakt që bëhej sot në BBC. Po bie regjimi, kush do jetë? Dhe dilte figura e Reza Pahlevit, që është djali I shahut të rrëzuar në 79-ën. Dhe sigurisht që edhe ai ka shumë pikpyetje. I tham pse? Pse? Sepse një vend me pasuri të jashtëzakonshme, jo vetëm naftë në gazë, Irani ka shumë pasuri edhe bakër, edhe kromite, edhe shumë I pasur. Po, qartë, po. Ishte lënë, pra pjesa më madhe e popullsisë ishte lënë në varfëri ekstreme. Jo se këtu e rregullune, këto që janë. Ose ato të tjerët që ishin në rajon me qeveri të tjera bën në kapërcime të mëdha. Ajo ko nuk është se hani me Luk Floririn. Jo, po të krahasosh për shembull Iranin e asaj kohe me Arabinë Saudite të asaj kohe, popullsia ishte krejtësisht e ndryshme në ofrimin edhe të shërbimeve, pra përfitonte më shumë në ofrimin e arsimit, shëndetësisë, apo të gjërave tjera, pra nuk viste... Shkurt, Ilir, është e besueshme apo jo do në opozita monarkike, pasuesit e... Kjo është pikpyetja e madhe. Nëse po pse, nëse jo pse? Nuk është e besueshme. Përse? Nuk është e besueshme. Fakti është që nuk është shumë larg historia e rënjes së Muhamet Reza Pahlevit, pra babait të Rizait, që po ta them shqipun. Po, sepse dhe ai u rrëzua pas protestave të përgjakshme dhe pas një korrupsioni endemik. Po, patjetër. Po. Tani të kthehemi te kjo e këtyre që kemi ne këtu në Manz. Qa janë këta? Kush janë këto? Këto kanë qenë pjesë e luftës së famshme Irak-Iran. Po. Dhe kanë qenë pjesë edhe e revolucionit islamik. Pra këta kanë qenë me Oxhallarët. Po këta thonë jemi kështu jo fetar. Jemi laik. Mas mbarimit të luftës Irak-Iran, ne mos gaboj ka mbaruar unë 88-ën, unë 89-ën lufta, me 1.2 milion të vdekur, pra në të dy krahët, këto kërkun që të merrin pjesë, me qenë se kishin qenë pjesë aktive në luftë, që të merrin pjesë nga pushteti, pra nga i 80% që unë ju a thash që kontrollohet nga roja revolucionare. Sigurisht që kur vjen puna për ndar para dhe pushtet, është e vështirë që të ndahen, dhe këtu filloi edhe ajo që njihet ndryshe për Iranin, këto janë terroristët e Miriam, se si e ka ajo, që jeton Paris. Jeton mes Parisit dhe Tiranës, se vjen dhe këtu? Manzës, se thash në Tiranë. Pra, jeton edhe këte edhe andi, pra, por çështja është që a ka përkrahje atje. Dhe atje përkrahje për këtë grup është e vogël. Sepse edhe janë larguar gjeografikisht, pra nga këto kanë pas bazën në Irak. Me rënien e Saddamit, këto filluan të sulmoheshin nga brenda Irakut. Qeverit irakene që ishin shite, filluan të sulmojnë këto, sepse financoheshin nga Irani. Pra, gjithë ato lvizja pro-shite në Irak financohej nga Irani. Dhe filloi të sulmonte këto, dhe kjo është arsyeja sepse u larguan nga Iraku dhe erdhën në Manz. Dhe edhe gjeografia bën punën e vet, pra largimi kufizon edhe kontaktet. Dhe kjo është ajo lvizja e gjelbërt që ndodhi me atë kryengritjen, po them, në 2009 mbas vjedhjes së votave, se ishte e hapur abuzimi me votimet në atë periudhë. Zgjedhjet presidenciale. Dhe edhe ato janë, gjysma e tyre janë në burg, një pjesë tjetër janë të larguar, jo të organizuar,
Pra, është pak e vështirë të gjendet një Se për të treguar një episod që nuk e di është dhe në mediat shqiptare, por dje në Los Angeles, gjatë një proteste të opozitarëve të regjimit, ta kryesisht monarkistët, në qoftë nuk gaboj, pati një fugon me të shkruar sipër Nosha, do me thënë kundër Reza Pahlavi dhe si trashëgimtar, dhe mori përpara protestuesit e monarkisë në Los Angeles, që edhe aty ka një luftë mes opozitave. Po sepse regjimi sotëm ka punuar shumë që me shërbimin e tij për çar iranianë. E dim fare mirë këtë, e njohim këtë ne shqiptarët, e njohim këtë skenar. Nuk është e nevojshme që po e qartë, ta shpjegojmë, e kemi të qartë. Ambasador, kjo që po ndodh në Venezuelë, ka lidhje me këtë që ndodh në Iran? Besoj që po, ne kemi shumë pak informacion për të qenë në gjendje që t'i lidhim ato pika dhe të shikojmë se çfarë figure formohet, po krejt pa lidhje kjo zonja që është tashti presidente në detyrë e Venezuelës, Kelsi Rodriguez, tha aksioni në Venezuelë kishte ngjyra izraelite. Domthon se çfarë ka dash të thot me këtë, ndoshta e lidhur edhe disi me sa deklarata që ka bërë zonja që mori çmimin Nobel për paqen, Machado, e cila atje ku është jashtë vendit, shpeshherë bën thirrje kryeministrit Netanyahu që të çlironte Venezuelën nga Maduro dhe kjo pastaj do të çvendoste ambasadën, vendimi i parë që do merrte do të çvendoste ambasadën në Jeruzalem. Në Jeruzalem. Nga Tel Avivi në Jeruzalem. Janë disa gjëra që larg, nuk e di pse të vinë në vesh që kanë një lloj lidhje me lindjen e mesme nga Venezuela deri në lindjen e mesme. Që lobi përkatës në Shtetet Bashkuara të Amerikës është jashtëzakonisht aktiv në gjitha drejtimet, kjo nuk ka diskutim, janë njerëzit më të pasur. Yes. Po dhe në Venezuelë ishin pranishëm iranianët. Patjetër. Kështu që nuk është se vetëm iranian, edhe kinezë, jo, po edhe rusë. Do me thënë ishte sallat e saktë regjimesh autoritare. Prandaj ka një konsekuencë tempore të këtyre gjërave. Në kuptimin që do me thënë meqenëse janë iranianët atje, ajo ka të drejtë që të thotë këtyre që të vinë ta se nuk e kuptova. Jo, sepse do me thënë në gabimisht shpeshherë kur flitet për politikë të jashtme i jepen dhe nuanca të dimensioneve majtas, djathtas që kanë marrë gjatë luftës ftohtë për sa i përket ndarjeve që kishin të majtët për shkak të lidhjeve me Bashkimin Sovjetik ishin anti-amerikan dhe gjitha shtetet që më vonë u bën anti-amerikane identifikoheshin me kauzat e anti-amerikanizmit, pra që lidheshin me Izraelin, ishin Gendi ku do të dalë, shkurt. Jo, kishin një korolar afeksionesh të botë kuptimeve të... Pra, kjo është një reminiscencë e luftës së ftohtë. Po, okej, ambasador vazhdojmë. Ishin të pranishëm në Irani, ishte i pranishëm si agent destabilizues për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam përshtypjen që nuk është shumë vështirë nga sa kuptova nga gjithë sa jeni shprehur gjatë së darkës, nuk është shumë vështirë të merremi vesh që kur vjen puna për geopolitik, majtas djathtas komunistë dhe antikomunistë, është thjesht propagandë për gazetë, nuk është udhëheqje për veprim. Jo, po e kam tek fakti që në turbulencën që është krijuar këto vite, nuancat e debateve nuk e thash për ju. Jo, e mora vesh ke për mua. E thash tek ndjeshmëritë që krijojnë, do me thënë, ja ta shpjegojmë me termat që kupton populli venezuelan atje. Ata kanë qenë mjaft afër. Nuk na dëgjojnë ata ne Gendi, po Skype-on. Jo, e kupton në gjuhën e Delsi Rodriguez. Ata kanë qenë të afërt me Iranin. Pra kanë qenë anti-izraelit. Pra regjimi që kërkon të mbijetoj pa kokë, i bën thirrje që atyre që janë ende mbështetës të regjimit që na e ka bërë Izraeli këtë bashkë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Prandaj këto nuancat e dinamikave që janë propagandistike hyn dhe në retorikën politike. Pra aty ku ka anti-amerikanizëm ka dhe antisemitizëm. Me kaq mund ta thoshe me një fjali do. Ambasador, vazhdoj të lutem. Kam përshtypjen që duke lidhur dhe me atë që tham pak më përpara me raportin e madh të forcave në botë, Kinë, SBA, Rusi me radhë, patjetër që lobi përkatës në Shtetet Bashkuara të Amerikës është forca
pothuajse kryesore dhe ajo me të cilin i duhet merret presidentit për ta neutralizuar në shumicën e rasteve është pikërisht lobi dhe po t'i kthehemi dhe shikojmë se çfarë spektakli bëri zoti Trump në parlamentin e Izraelit është vërtet për të marrë shembull i një ekuilibristi që mundohet të eci në litar, në ekuilibër për të parë se kush Amerika, ku janë interesat e Amerikës dhe ku janë interesat e Izraelit. Dhe në rastin e Iranit, për cilin jemi mbledhur sot, interesat e dy vendeve shpesh mbi vendosen, por në shumicën e rasteve nuk mbi vendosen. Dhe kjo vihet re edhe në deklaratat e presidentit, ku në shumicën e rasteve nuk është as në favor të ndryshimit të regjimit dhe shpeshherë në shumicën e rasteve thotë që me Iranin do merremi vesh. Retorika nga ana e kryeministit të Izraelit është krejt e ndryshme, është për luftë totale dhe asgjësim total të gjithë strukturës ekzistuese politike në Iran. Ajo që ndoshta ja vlen të përmendet, po pa qenë në gjendje për të thënë shumë, është që gjithsapo ndodh në Iran, ndodh mbas vizitës së kryeministit izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku të paktën ato ditë që ishte vizita u tha që është diskutuar gjëre gjatë për goditjen e ardhshme ndaj Iranit. Se si do t'jetë goditja e ardhshme, do t'jetë tipike e ndërhyrjes nga jashtë për të ndryshuar regjimin me demonstrata, pastaj me vrasje demonstruesis dhe pastaj me thirrje për liri demokraci dhe pastaj për të kontrolluar dhe për të mbrojtur rrugët detare dhe për të mbrojtur gjithë ekonominë botërore dhe pastaj për të bërë ndryshimin e regjimit, kjo mbetet për tu parë. Kam përshtypjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kuptojnë fare mirë pozitën jashtëzakonisht vështirë ekonomike e financiare në cilën ndodhen dhe nuk do ta donin një përplasje me armë. Sikurse kam një minutë kohë për të thënë fjalë. Po, keni gjithkohën e mundshme. Për luftën 12 ditore. Lufta 12 ditore për mua ishte tipike e manovrimit të zotit Trump për të mos bërë luftë. Domethënë, ai duke e ditur fare mirë që ndërhyrja e tij nuk është të kishte bërë ndonjë gjë të madhe në dëmtimin e programit bërthamor të Iranit, menjëherë mbas sulmit e cilësoi shkatërim total, obliterated. Ndërkohë që ishte e qartë për këdo që nuk është kishte bërë ndonjë dëm kushtit të madh. Përdorimi i termit obliterated ishte për të thënë Izraelit që sus kjo punë mbaroi, nuk ka më luftë, se ne e mbaruam atë për të cilën juve ankoheni se Irani po bën. Pra, Izraeli e nisi sulmin duke pretenduar që Irani po bën armë bërthamore. Armët bërthamore u zhdukën, se i obliteroi zoti Trump, kështu që ju nuk keni më arsye për të vazhduar luftën. Pra, tani do kemi protesta popullore, tani kemi protesta popullore, tani do mbrohet popullsia. Po pra. Po në qoftë se protestat popullore janë po aq të revolt në pushtetit sa që mund të jenë të nxitura edhe nga Izraeli. Domethënë, ajo që po mundohem të them është që në gjithë të situatë shumë të komplikuar që është në Iran, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës i duhet të shpëtojë nga përfshirja në luftë, sepse një luftë e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Iranin do të ishte jashtëzakonisht e vështirë në mos e pamundur për të fituar. Dhe s'është çudi që grupe nga perëndimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në bashkëpunim edhe me Izraelin dhe me kudo tjetër në botë. Irani është vend gati me 90 milion banor, është vend malor, është kreti pamundur për të kontrolluar. Mundet mos ketë invazion, por me bombardime mundet do të rënohet, të gjunjëzohet. Të shtrihet për tokë, apo jo general? Po këto bombardimet ai Jack Sullivan do ta dëshirojnë, por nuk mund të ndodh, ti mund t'i heqish iniciativën ndaj një veprimi për të kundërpërgjigjur, por nuk i heq dot atë që do doje pa u futur e pa shkelur ushtari në tërësinë territoriale toksore të Iranit. Këtë nuk mund ta bëjë atë që thot ambasadori, dhe atë jam dhe unë. Ndoshta do vinte momenti të rikthehej. Pra bombardimet nuk sjellin ndryshim regjimi. Jo, nuk mund ta sjellin. Nuk mund ta sjellin sepse ti i heq një farë mënyrë i dëmton, siç vërtet bëri dhe i mbylli gojën se jam fjalën e ambasadorit që tha për Izraelin. Por të gjithë ata ekspertët ishin të qartë se nuk mundet edhe ajo lloj bombe e veçantë në atë thellësi të dëmtonte dhe të nxirrte jashtë funksionit këto
qendrat vendvendoset e Centrifugët e përpunimit, po. të uraniumit. Kjo dish, por koha që kanë pas në dispozicion dhe uraniumin që e kanë pas të përpunuar dhe të përfituar, e kanë siguruar diku tjetër. Dhe në këto kushte, ai përsëri për një kohë shumë të shkurtër, relativisht të shkurtër, dhe pak më parë thash që do jetë arritje për Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe për botën do të thotë qytetëruar, nëse do të arrijë të ulet ministri i jashtëm me të dërguarin e besuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës presidentit Witkoff, që të ulen dhe të rikthejnë përsëri atë marrëveshje që u theksu që ka qenë me Organizatën e Kombeve Bashkuara që të mund të përfundojë. Është temë jashtëzakonisht frekuente se që bëhet fjalë për Iranin, bëhet fjalë për bombën bërthamore. Ajo që mendoj unë është sikur sot ta kishte Irani bombën bërthamore, jo 1, po 100, nuk do t'i përdorte. Sepse e vetmja mënyrë që Shtetet Bashkuara të Amerikës të kontrollojnë, të bëjnë zap Iranin është me armë bërthamore. Dhe nëse ata tentojnë të përdorin një armë bërthamore, atëherë ndëshkimi mbi ta do të ishte hynor, do të ishte nga Zoti, do të përcjelloheshin nga arsenali bërthamor i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kështu që vetë ata, edhe sot e kësaj dite në Iran është fatva e Khameneit në fuqi që nuk është haram bomba bërthamore, arma bërthamore, nuk gjithë gjëja që ata kërkojnë. Donë që ato pasurimin e bëjnë për kështu qëllime shëndetësore, për qëllime humanitare. Ata i arritën thonë që kanë arritur të 90%. Deri 5% është për nevoja ekonomike. Po, pra ata arritën të 90% që arritën... është goxha komplikuar, unë jemi gati, shoh që vajti ora, dhe është shumë e komplikuar se kaq. Patjetër që ata, pasurimi i uraniumit mbi 60% është kredi panevojshëm për atë që e duan ata. Dhe ka komponente ushtarake në të. Por kjo nuk e hedh poshtë atë që thashun përpara, që edhe sikur ta kenë, se janë gjëra që është tjetër gjë çfarë mund të kesh në arsenal dhe tjetër gjë çfarë mund të kesh si doktrinë ushtarake. Do thoshë pse do ta bëjnë kur nuk do ta përdorin. Po pra ai është qëllimi, pra nëse ti e ke është deterrencë, prandaj e ke për mos ta përdorur. Nëse ishte për ta përdorur. Nëse do të lejoni vetëm kaq. Për mua, në aspektin e arsenalit të armatimeve për të vajtur tek mbushjet bërthamore, të gjitha vendet që e kanë, me gjithë marrëveshjen e ndalimit të prodhimit të tyre që disa vende edhe e kanë shkelur, është një element i jashtëzakonshëm sigurie. Pra ai vend që e ka ndjen dhe ndjehet i fuqishëm dhe i sigurt që nuk do të sulmohet nga dikush tjetër sepse kundër veprimit do jetë katastrofal. Dhe kjo është elementi i sigurisë që Irani do ta ketë. Realisht. Pa çka se për ta përdorur nuk do ta përdore, por do ta ketë si një element sigurie ndaj të tjerëve. Kështu e mendoj pak. Kemi të drejtën që të mendojmë ndryshe. Po, normalisht. Iranë, sikur të donin të kishin armë bërthamore, do e kishin bërë prej kohësh. Nuk është se ka qenë rrethimi anglo-amerikan apo izraelit që i ka penguar deri në fund fare. Vëzhgimi i OKB-s? Kanë qenë prezent ata dhe Agjencisë ndërkombëtare të energjisë bërthamore? Por ne kemi 10 vjet që dëgjojmë është 2 javë larg, është 1 muaj larg, është 3 javë larg pavarësisht bombës bërthamore, kemi 1 muaj larg, 2 muaj larg, 3 muaj larg, 1 muaj larg. Domethënë, ata vëzhguesit atje kanë qenë. Sipas kanë qenë iranianët 1 muaj larg prodhimit bombës me vëzhguesit që kanë qenë atje. Si kanë qenë vëzhguesit atje dhe këta e kanë pasuruar 60% apo 66% dhe brenda 2 javësh mund ta çonin 99%. Kështu që në të gjithë informacionin që vjen ka brima që kushdo mund të interpretojë si doj. Vjen dhe ky informacion, vjen edhe ky tjetër informacion. Kështu fare mirë, po izraelitët si shpëtuan vëzhgimeve edhe të amerikanëve edhe të Kombeve të Bashkuara. Domethënë, po të jetë puna që do dikush të bëj. Kush do me bë me ile, po me ile, nuk është ndonjë. Edhe një vend me më pak pesh, se dhe Korea e Veriut do me më pak pesh ushtarake se sa Irani, edhe ekonomike sidomos, arrit ta prodhoj, ta ketë. Por tem për një emision tjetër. Ne flasim për Korean e Veriut sigurisht në raport me Iranin. Raport me Iranin është shumë më e dobët, si ekonomikisht si... Po ka Kinën. Korea e Veriut është i kërpull që rri mbi Kinën, është i kërpull që është ka trungu i Kinës. Simbioza. Ky ishte emisioni për sot, duke falënderuar 4 të ftuarit, ju uroj të gjithëve natën e mirë. Rishihemi të në tjetër.